Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Tyshme, nuk diskutohet fare ajo punë. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta Bleon. Ja, pra, mirë që dashimi prap këtu tani me një mikun tim të mirë, le të themi. Më në fund ja dolëm. Ç'kemi? Ç'a bën? Mirë, faleminderit si jeti. Se kalova. Bomba fare, punë, na e di që të shohim pak as dritë. Vallai dritën nuk është se po e shohim, por ideja është procesi, jo qëllimi, kështu që. Mendoj se dritën do e shoh vetëm Gjermania, dritën tonë pas ca viteve kur të Pasi nuk e din njerëzit që e di. Na thuaj një dy gjëra për veten, na bëj kështu na bëj një autobiografi të shpejtë, pam. Përse ato raundet e prezantimeve cikletshme në për konferencë ose kështu që ngrihesh edhe unë jam filani vi nga. Unë jam Bleoni, unë jam alkoolist. Unë jam Toni, unë jam Bleoni. Vi nga Tirana, kam studiuar në Tiranë Gjurusa. Këtu kam bërë slavistikë dhe histori globale në Berlin. Dhe punoj si menaxher përkthimeve dhe projektesh teknike të përkthimit. Kjo është një profesion që kam bërë në Shqipëri, po jo në këtë nivel që bëj këtu. Dhe jam marrë edhe paksa me gjëra politike, po shumë pak, edhe me çështje sociale, sidomos në aspekte kulturor. Të paktën me promovimin e gjuhës shqipe dhe shkollës shqipe për fëmijë në Berlin, që ishte goxha sukses, domethënë. Se që vendojmë të risjellim, por me planet e reja këtë vit. Më tregojnë çik më shumë për të, se ne kemi folur bashkë herë të tjera, po thjesht e kemi cekur, domethënë, dhe unë si histori të plot nuk e di për sa i përket kësaj nismës së bukur. Atëherë nisma e shkollës shqipe ishte një nismë që nisi para pothuajse 2 vjetësh e gjysmë, edhe u bë pak nxitim vjet. Më par vjet dhe vjet, duke kalkuluar gjithmonë vitin shkollor, 2021 fundi 2022, organizua një çik në mënyrë drakoniane, në mënyrë spontane, unë njoh këtë, ti njeh atë, hajti bëjmë bashkë gjithë ato gjëra. Dhe u bë një miku jon, përkthyes këtu në Berlin, që quhet Gazmend Rushiti, e njohin shumë njerëz. Përshëndesim Gazmendit. Përshëndesim. Dhe e dërgojmë atje këtë podcast, dhe që këtë dëgjoj do kënaqet. Dhe ai u bë shkas dhe familja e tij më saktë, janë këtu prej shumë vitesh, më duket se Biles Gazmendi ka lindur këtu në mos gaboj. Gjithsesi janë kulturdashës, gjuhëdashës sidomos, edhe organizuan me pjesë nga familja e tyre, nga miqtë e tyre. Në pjesa shumë e mirë e fëmijëve, në rrënja e këtij projekti ishte prej tyre. Dhe me sa diun ato vazhdojnë ende tani, por unë jam shkëputur nga projekti, sepse duke qenë se gjërat u bën siç thash në mënyrë drakoniane, duhet një organizim që më mirë fillte dhon spikë, pa takoj që të rrihet më shumë përgjegjësi mbi vete për këtë pjesë. Gjithsesi, ideja është që të rikthehet, atë bisedova edhe me Gazmendin, shumë pak e cekëm. Dhe nëse do ribashkoheshim, do ishte një ide shumë e mirë, sepse është realisht nisëm shumë e mirë. Ne dham mësim të gjuhës shqipe fëmijëve, unë dhe një mësuese tjetër, që është dhe mikesha ime këtu. I ndam fëmijët në 2 grupe, në fëmijë që akoma nuk lexonin ose që ishin në moshë më të rritur, por akoma nuk dinin lexim bazik në shqip, edhe fëmijët që të paktën dinë të lexojnë, në sensin në mos shqip gjermanisht, që të mund t'i konceptonim, t'i jepnim çik më shumë feedback me fjalët, në sensin. Sa vështirë është të mësosh atyre fëmijëve që janë rritur këtu, janë me gjithë kulturën e Berlinit ose Gjermanisë, ti mësosh gjuhën shqipe, domethënë. Shiko, të mësosh gjuhën shqipe nuk është e vështirë, sepse ata nuk është se nuk e kanë dëgjuar gjuhën shqipe, domethënë ata flasin gjuhën shqipe në shtëpi, flasin me gjyshrit, me gjyshet, me hallat, me prindrit, vëllezër dhe motra me njëri tjetrin. Nuk është se janë të huaj fare ndaj gjuhës shqipe, siç mund të ishte dikush që nuk e ka dëgjuar kurrë gjuhën shqipe në jetën e tij. Problemi këtyre fëmijëve është që ata kanë dëgjuar gjuhën shqipe në variantin e tyre dhe duhet bëra shkëputja nga varianti i shqipes në shtëpi tek varianti i shqipes zyrtare në shkollë dhe shqipes që ti mëson në klasë. Shqipja standarde, domethënë. Shqipes ton letrare, le themi, dhe normalisht kjo është sfida më e madhe për këta fëmijë, sepse ndryshe e dëgjojnë në klasë, ndryshe më dëgjojnë mua tek flas ose mësuesen tjetër, dhe ndryshe i flasin në shtëpi dhe ndryshe i dëgjojnë gjërat, dhe normalisht
diku në trurin e tyre bëhet ajo shkëputje, është kjo e saktë apo është kjo e saktë, domethënë vllai im thotë kështu, më thoshte një nga nxënësit, mua ndërkohë që ti e thua kështu, ke ti gabim. Okej. Ose si vllai këtu të sera, ose ja kur fjalori gjuhë shqipe dhe punoj me fjalorin. Domethënë në një aspekt shumë interesant. Po fëmijët janë shumë të predispozuar të mësojnë, janë shumë të dashur, janë shumë të hapur. Dhe unë ironikisht paralelisht kam dhënë edhe gjuhë gjermane të rriturve, pra zakonisht emigrantëve tanë këtu në Berlin, që kam dhënë mësim gjuhë gjermane, dhe të them të drejtën, më kollaj ishte të jepje fëmijëve shqip se sa të jepje të rriturve gjermanisht, sepse fëmijëve janë mbush mendjen, duhet thjesht të gjesh metodikën, të gjesh një çik pedagogjinë e duhur me ta, dhe fëmijët i bind në mënyrë të jashtëzakonshme për çdo gjë që mund t'i thuash, dhe nuk kanë atë arrogancë që ka të rriturit, që jo po është kështu, jo po ose ti e di kështu ose. Fëmijët është shumë e thjeshtë të komunikosh në këtë aspekt sa me të rriturit, sepse janë më të gatshëm të mësojnë dhe janë më të hapur në mendje. Po ç'a background-ish kanë fëmijët ose le të themi më saktë familjet e tyre, domethënë ose prejardhje në trevat shqiptare? Po kishin disa, domethënë, një pjesë më e madhe e fëmijëve ishin brezit tyre që kanë ardhur prindrit e tyre, normalisht se nuk do dhe që ato i sillnin domethënë në shkollë të mësonin gjuhën shqipe. Pjesa e parë. Pjesa e dytë pastaj ishin fëmijët e martesave të përzjera zakonisht, që kishin ose njërin nënën ose babain shqiptar dhe shqipen e kishin pak si gjuhë pasive në mendje. Dhe ata e zhvillonin le themi në klasë më shumti. Ta ishin zakonisht fëmijët që nuk paradinin shqip mirë, sepse në shtëpi nuk flitet shqip. Ose flitet shumë rrallë, shumë. Ndërkohë që pjesa e fëmijëve që kishin të dy prindër shqiptar, ishte shumë e avancuar në gjuhën shqipe sepse kishin se kanë folur në shtëpi. Mirë ose keq qoftë, shqipen e kanë dëgjuar, e kanë rrahur, e kanë lëvruar le themi në shtëpinë e tyre, në një metodën e tyre. Ndërkohë që këta që kanë vetëm njërin nga prindrit shqiptar ishin shumë më dobët në këtë aspekt, sepse në shtëpi nuk është folur shqip, është folur ose gjermanisht zakonisht, ose ndoshta anglisht ose në një gjuhë tjetër që nuk ka qenë shqipja. Ka një institucion specifik për shembull ku mësohet gjuha shqipe përveç kësaj nismës, nuk e di nëse është vullnetar apo jo, ose gjysmëvullnetare siç e keni bërë ju, po një institucion që të jetë bërtham në Berlin ose në vende të tjera Gjermanisë ka? Fatkeqësisht jo, me sa di unë, nuk ka. Kjo nisëm ishte nga ana e mësuesve ishte vullnetare, tërësisht, nuk kemi marrë pagesë për këtë. Është bërë vetëm një taksë e vogël regjistrimi duke nga 20-30 euro në muaj në mos gaboj për fëmijë, dhe ajo ishte më shumë për ambientet, edhe për administratën, pjesën e si do dilje se duhet dorëzuar dhe programi mësimor në senat dhe njëra tjetrën. Edhe ajo pagesë është bërë, nuk është bërë për ne si mësimdhënës, por është bërë për kosto administrative, domethënë. Për kosto pothuajse administrative, sepse me sa më mend edhe vendi realisht ka qenë location-i ka qenë i dhënë edhe ai në mënyrë vullnetare nga bashkëdhetarët tanë këtu, që unë i kam falendëruar shpesh dhe falenderoj gjithmonë për këtë gjë sepse është një nisëm shumë bujare dhe shumë. Jo, normalisht bravo qofa, nuk diskutohet. Sado mirë, sado keq, ajo është pastaj është një grad tjetër le të themi gjykimi, po ideja është nëse nuk ka asnjë tjetër më të mirë, nëse është e vetmja ose e para herë ose një nga të vetmet herë që është marrë një nismë të tillë, duhet përgëzuar. Nëse do i ktheshe përsëri? Shko bla, unë do i kthesha që nesër po të më kërkonin, por do i kthesha që nesër me kushtin e vetëm që unë do merresha vetëm me pjesën e mësimdhënies. Ky ka qenë kushti pse unë u largova nga një projekt, sepse unë nuk kam kohë të merrem me gjërat administrative, ose duhet më marrësh atëherë në punë që unë të shpenzoj gjithë kohën time, të bëj çdo gjë që të duhet për këtë gjë dhe unë të marr pagesën time siç duhet, dhe të merrem në mënyrë profesionale me këtë, ose ti si organizator duhet të bësh të gjithçka dhe unë thjesht të vi si Elton atje, të më thuash, ok, ja ku ke programin, ja ku është libri zotri, vazhdo punën tënde pedagogjike, kaq. Domethënë, ne patëm goxha vështirësira, paçka se kishim zyrtarisht mbështetjen e ambasadës së Shqipërisë dhe të Kosovës. Gjithsesi patëm, nuk e di, domethënë burokracia të tipit më thuaj sa nxënës do kesh që të jap numrin eksakt të librave. Për një libër, sa mund të kushtoj një libër shtetit shqiptar ose aty kosovar? Sa mund të kushtoj? Një 100 lek, 200 lek, më mirë na binte që ato libra t'i blinin vetë, me thënë drejtën, me shpenzimet tona të xhepit, që do bën një 40 euro, një 10-15 libra atje sa mund të ishin, edhe
të fillonin punën, sa të rinin të bënin formulare dhe gjëra shkresa, për shembull një shembull tjetër pak i çuditshëm. Njëra nga mësueset tona, që merr me nxënësit me aftësi ndryshe, do jepte bashkë mësime ne, ishte zonja një pjesëtare të stafit të ambasadës tonë në Berlin, në ambasadën e Shqipërisë. Dhe kur e kërkuam disa herë një takim pak të ambasadorin për fëmijët, që fëmijët të kishin një çik mundësinë të shfaqen atë që mësonin, se ne patëm të njëjtën eksperiencë me ambasadën e Kosovës, shkuam atje për ditën e Kosovës në 17 shkurt. Dhe fëmijët domethënë patën një hovë të papar nga pas vizitës, sepse panë që po stimuloheshin në mënyrë shumë të papar nga kjo fakt, më fakti që ti po mëson dhe dikush po të vlerëson atë farfeje, ti po shkon atje, më morë lule, i pritje ambasador, ishte aq pritje për ata një gjë jashtëzakonshme që besoj se do të bëjë jetës. Ndërkohë që kur kërkuam të njëjtën gjë për ambasadën shqiptare, pa çka se ne kishim njerëz brenda në ambasadë, no, stafi brenda, na thanë, bën shkresën zyrtare, kërkojeni kështu. Nuk kupton se burokracia të panevojshme kur ke dikë që ke staf. Aq më shumë, po mos kishim dikë aty që të ishte me ne, e kuptoj më së miri sepse po bën kërkesë zyrtare shtetit. Realisht domethënë është shtet gjithsesi edhe shteti shqiptar. Ndërkohë që duke pasur dikë brenda, më duk pak edhe nga ana, edhe nëse s'ke njëri brenda, unë të them drejtën, e mendoj në një mënyrë pak më të thjeshtë, pak më të coptuzuar, që nëse ka nisma të tilla që ty nuk të kërkojnë asnjë gjë tjetër përveç se këto materiale që janë, domethënë, peanuts, domethënë nuk mund të kërkosh asnjë formulare, jo bëni atë se libra nuk po jep fonde, domethënë nuk po jep miliarda euro edhe do të bësh gjithë planin e biznesit. Është çik absurde kjo gjë. Si ka plan, problemi është i tillë që edhe ata, nëse unë kuptoj nga ana burokratike, unë kam bërë një praktik vetë në ambasadën shqiptare para ca vitesh, 3 muajsh. Normalisht edhe ata kanë burokracitë e veta të brendshme dhe këtë e kuptoj shumë mirë. Sepse i kam parë vetë, i kam jetuar vetë atje atë periudhë. Por atë që nuk kuptoj unë është fakti se kur ke dikë që është realisht pjesë e stafit edhe është brenda, më duket pak e tepruar tani të kërkojmë edhe në fund arriti që thash asaj zonjë, tash shkruaj aty thash zotërisë atë shkresën, futem edhe jepja në darkë nga shtëpi. Çfarë? Po gjithsesi nuk u bë domethënë sepse ato lëvizën edhe ndryshuan shumë gjëra dhe ne lëvizëm nga projekti sepse tash u bën gjëra më radh sa gjëra që nuk duhet i bëja dhe nuk kisha as kohë as nerva të merresh me ato gjëra. Jo, aty një ditë mendim jam dhe unë. Siç të thash, nëse do më thoshin që hajde ton nesër është vendi gati këtë ditë këtë orë, unë shkoj që nesër nuk e kam problem fare me fëmijët, është realisht kënaqësi punosh. Nuk po gjithsesi ke studiuar rusisht edhe këto si përkufizohet slavistik. Gjuhën dhe kulturën slave. Slavistik. E ke përzgjedhur me dëshirë plaku si ke përfunduar në duke studiuar gjuhën ruse dhe më pastaj slavistik? Kjo është një buqet slavistike, le të themi. Siç janë gjuhët romane, që latine më saktë që studion një grup, tu studion edhe këtu një grup, dhe po kapet 1 ose 2, të tretën e të katërtën e mëson shumë thjesht sepse janë shumë të ngjashme, shumë rrënja njësoj. Tani këpita si kam përfunduar, unë jam çik brez më pas se ty dhe besoj se në atë periudhën kur kam qenë ka qenë akoma konkurset, ishte viti i fundit që bëheshin konkurset dhe unë rusisht nuk e doja si gjuhë parsorë, them drejtën, por unë dija maqedonisht nga shtëpia, sepse më folur në shtëpi me gjyshen, nga origjina. Edhe mendova, diçka ta kem thjesht si rezervë, ta kem. Edhe mendova për bullgarishtën ose për maqedonishtën, nëse do ishte më thjesht, sepse duke qenë se pothuajse e dija, kisha një bazë. Ata kishin vetëm rusisht dhe më thanë, është vetëm kjo, thash, ta provojmë. Dhe mendova të ri këtu një vit edhe pastaj filloi diçka tjetër atë që doja unë. Duke qenë se atë vit plaset e skandali i tezës juridiku të bën një mishmash domethënë nise. Unë rusishtën e fitova dhe punë sociale që nuk e doja, ose shkenca politike ose juridiku nëse do bëj. Dhe duke qenë se fitova këtë, thash, po bëj një vit këtë, të paktën po pse do ndylla rusisht për qef. Të di, pse jo, se anglishtën e dija xha, italishtën e dija xha. Rusisht është një gjuhë që nuk e dija dhe pse jo, mos dish edhe një gjuhë tjetër. Plus në shkenca politike e gjuha ruse, edhe sot. Sot më shumë se kur. Edhe atëherë ka qenë shumë relevante ti me realizëm, domethënë, shumë e rëndësishme. Thash, po bëj një vit. Bëra vitin e parë, mësova goxha, më pëlqeu shumë.
Dhe kur ishte momenti që do bëja aplikimin për tek universiteti tjetër, fitova një bursë për në Romani, isha në Romani një vit, një muaj, një bursë gjuhë të shtetit rumun, bashkë me një shoqen time dhe u hap perspektiva e rumanisë atëherë shumë forte dhe thash, okay, po mësoj rumanishtën mirë atëherë, po vazhdoj fakultetin në Rumani tjetrin, sepse ishte goxha fort, mësova realisht shumë, ka pa pothuajse nivelin B1, B2, edhe kjo për një periudhë shumë të shkurtër, sepse ishte shumë e thjeshtë rumanishtja për ne që dim një gjuhë më italishten, edhe unë dija edhe gjuhë slave, dhe më bërtha me gjuhë rumune është diku 78% mos gaboj është gjuhë latine, një 6-7% është gjuhë slave dhe pjesa tjetër është etnike e tyre, që është një mishmash i çdo gjëje. Pra kapet shumë lehtë si gjuhë, nuk është Ka shumë fjalë të njëjta me ne ata ose ne me ata, varet se si është i sheftu, më thënë, kanë vëre. Pas studimeve të tyre, diku ke 250-260 fjalë në mos gaboj në gjuhën rumune janë me përardhje nga gjuha shqipe. Për shembull fjala mëz, ose mëzi i kalit, i biri i vogël i kalit, I biri i kalit. Ose fjala buzët, buza është edhe mëj, edhe kam vërre që ata thonë mëj, që themi ne moj, kur na erdhe moj, ata i thonë një mëj, kështu një ndoshta gjë të vogël që e përdorin e kanë vëre. Ishte goxha e çuditshme për herë të parë kur kam dëgjuar që kam rënë në kontakt. Unë mbaj mend për shembull që femërore, gjinin femërore kemi njësoj identike me ë me a në fund. Pra në trajtën e pashuar me ë dhe në trajtën e shuar me a. Për shembull vajza dhe fata në rumanisht. Pse ke shumë si ndahet prapë sepse ato e formojnë ndryshe po. Gjithsesi janë parafërsisht shumë të ngjashme, mendohet ndoshta nga opsioni Dako i lirë i gjuhës. Po. I prejardhës i gjuhës. Shumë interesante është. Shqipe. Po. Isha atje bërë ece përparove goxha, domethënë rumanisht pastaj. Rumanisht tash po rri këtu sepse po bëj këtë. Pastaj rumanishtën u ndrua mësuesi, profesori dhe erdhi dikush tjetër që realisht nuk ishte fare me pasion punën. Nuk u mor fare absolutisht me ne dhe ra fare opsioni i saj. Unë ndërkohë kisha mbaruar edhe vitin e dytë dhe pastaj thash vetes, okay, prit një herë. Ose po mbaroj këtë një vit, edhe një vit është dhe isha 20 vjeç. Kur je 20 vjeç nuk një vit më shumë, një vit më pak nuk të rëndon. Nuk është si tani. Tash ose do mbaroj edhe këtë vitin e do marr diplomën e pastaj çof një diplomë të dytë, se ç'mund ta bëja. Ose do djeg 2 vjet gjuna kop pa lidhje dhe bëra edhe vitin e tretë, marr diplomën e gjuhës ruse. Dhe pastaj gjërat morën shumë për ndryshe sepse fillova punë direkt me përkthimin në gjuhën ruse dhe pastaj ngeca aty le të themi te përkthimi. Po punoj në Rumani apo në Shqipëri? Në Shqipëri. Po. Në Shqipëri. Punova 4 vjet. 2 vjet të pastra vetëm për këtim, pastaj edhe menaxhim të projekteve të brendshme të konsorciumit që kishin atëherë rusë shqiptar. Dhe ishte shumë gjë interesante, ka qenë vitet realisht shumë interesante 2008-2012. Po, 2008-2012 ke punuar atje, apo pastaj? Pastaj erdha këtu në Berlin. Pse erdhe këtu? Me që të pëlqeu shumë ajo në 2008-2012 atje, domethënë, si qysh tek nga doli? Ishin shumë gjëra, domethënë, nuk ishte shtrënguar akoma si sot Shqipëria. Ishte shumë gjërat ishin shumë ndryshe, por gjithsesi unë nuk doja të rrihem, nuk e shifja më veten atje. Edhe pash që në atë moment ose duhet filloja punë me politik, do të merresha me politikën që të filloja diçka në nivele më të larta, sepse në anën e privatit, ku isha unë nuk isha çfarë të bëhesha më shumë. Më asistoja në mënyrë pothuajse drejt për drejt shefin edhe o do i merrja vendin atyre ose nuk do bëja dot më atje brenda, kupton? Nuk kisha çfarë të jepja më atje se çfarë. Është boring, s'ke çka kap më. Po. Po pikërisht nuk bëhesh sultan në vend të sultanit, si thon. Po. O do bëhesh diçka më vete ose do vazhdoj asistencë tjetër në atë aspekt atje në punë. Dhe pash disa opsione, aplikova kudo, mos gënjej tani që vetëm doja këtë ishte ëndrrem. Unë s'kam dash fare Gjermaninë, s'kam dash fare Berlinin. Po absolutisht, domethënë ka qenë gjermanishtën nuk e doja absolutisht fare. How dare you? Një idiote për frëngjishtën, të cilën e studiova atë 3 vjet në fakultet, pata atë mundësinë. Falas për më shumë me tarifën e universitetit. Edhe gjithsesi përfundova këtu tek Master Historisë Globale, ishte në anglisht, edhe pastaj fillova të mësoj gjermanisht, më hyrin qef, është tjetër gjë. Pastaj ç'është të pëlqeu, të hyrin çikrimi pastaj. Po çfarë ti bësh tani? Berlini është realisht vendi ideal ku mund të jesh kur je 25 vjeç. Po. Temi realisht. Është rrezikshëm.
Është ideal, po është i rrezikshëm. Se shket kollaj. Qofse nuk ke binar të fortë, shket kollaj në Berlin. Mund të shkasësh edhe në Tiranë shumë kollaj, nëse Nuk diskutoj, po është më thjesht të shkasësh për shembull në Tiranë se në Berat. Le të themi këtë. Se varet kush limiti jot i shkarjes. Nëse ke limit të shkarjes, ke edhe në Berat. Jo. Ma dhe në urë bajkuror ose Dimal, nëse otë që mund të shkasë shumë kollaj. Të lutem shumë zotri Dimal, mos na prek tash. Më vjen keq. Në 2012 ka ardhur këtu. Në Berlino, sa vite ke studiuar atë gjë? Atë zgjata 4 vjet, pak a shumë. 4 vite dhe mbas asaj domethënë nuk kaloi te kjo puna që je. Duke qenë se po. Pastaj nuk fillova në punën që jam tani, kam filluar në një punë tjetër në atë periudhë. Ka qenë një periudhë tranzitore, ti e di atë job suche vizumin e famshëm. Po. Periudha tranzitore të saj. Ajo ishte pjesa ku punova në një call center, në një hotel, The Hostel, që është A&O, nëse të diçka, është gjiganda dhe ka qenë një eksperiencë më fantastike tjetër, sepse aty mëson shumë gjëra. Mëson si nga ana njerëzore, ashtu edhe nga ana gjuhësore, mëson gjuhën shumë, domethënë vendi ideal për të mësuar gjermanisht mendoj unë është një call center sepse nuk ka asnjë mundësi tjetër të shprehësh përveç se nëpërmjet gjuhës edhe zërit. Kam mësuar në Rachel Tede kam mësuar në supermarket. E kam mësuar në Vesten ku ishin vetëm gjerman që më shpjegonin gjithë gjermanisht. Sa të mirë kanë qenë ata, sa durim kam pasur bëja 3 pyetje për çdo gjë. Nuk lodhesh. Në fakt zakonisht nuk para kanë durim në Rachel është një çik më e mirë si variant, po në një Aldi besoj nuk do kishin ndaj shumë durim të merreshin me mësimet e tuaja. Jo, unë them gjithmonë kam pasur vërtet fat mirë. Unë kam qenë në Schlachtensee, pra ato që është diku në jug perëndim të Berlinit edhe normalisht standardi i jetës, standardi i njerëzve është pak më i ndryshëm. Edhe shumë njerëz janë shumë të indinjuar për shembull nga gjermanët, edhe që thonë që janë të ftohtë, janë të këqij, janë gogoli, ke parasysh ajo stereotipi i gjermanit. Unë ata të them të drejtën, për mos të gënjur, nuk e kam ndier. Se unë mua kam pasur fatin e mirë çdo punë që kam qenë për shembull shumë moral. Thjesht me gista mund të mërosh raste domethënë që kam pasur eksperjenca të këqija. Unë zakonisht kam pasur eksperjenca shumë të mira, më kanë trajtuar shumë mirë, më kanë ndihmuar, më kanë shpjeguar. Ata te supermarketi aty do të vërtet më kanë ndihmuar në mënyrë shumë të drejtë për të mësuar gjuhën se e kishin durimin apo. E kishin durimin. Kam pasur ca eksperjenca të përzierë të drejtën në këtë aspekt, se okay, ti ka ardhur Na thonë ai nga ato të këqija, ndonjë të bukur, ndonjë shisharake, kështu çfarë të vjen në një mendje. Unë kam qenë student, kam punuar një periudhë në kazino, 6 muaj, në Nollendorfplatz, po kur bëj edhe kursin e gjermanishtes paralelisht bëj edhe punoja. Dealer. Jo, nuk isha dealer, kam qenë inspektor salle, thjesht më shifja makinerit nëse punojnë, të bëja këtë si thon, mirëmbajtjen. Po. Bëja thjesht kontrolloja ID-t e njerëzve, kartët e identitetit, nëse ishin 18 vjeç apo sa kishin apo drejt sipas ligjit të mbrojtjes së rinisë, atë të luajnë apo jo. So nuk është se kam pasur ndonjë punë realisht të madhe aty brenda. Por gjithsesi problemi ishte që niveli i kolegëve të mi ishte realisht shumë i ulët, domethënë ti nuk e dia ke parasysh për të bërë punëtor në një kazino, mjafton të kesh një hal shule në nivelin bazik shkollor, le të themi në Shqipën tonë një 8 vjeçare pas 8 vjeçare nuk është një 4 vjeçare. Një 4 klasë shkollë, siç mund të ishte shpreha në Shqip. Dhe bën një 3 vjeçar Ausbildung, një trajnim, domethënë 3 vjeçar për të mësuar, për të bërë specialist për atë punë, që në fakt mua më deshën 2 muaj ta mësoja të gjithën, sepse nuk është se kam ndonjë shkencë të bësh atë punë. Në pa ofenduar njerëzit, jam realist po. Jo mos ka një ofendim, domethënë sasia e komplikimit është e matshme, kështu që. Krahasosh me çfarë merresha unë në universitet, domethënë në krahasim me këto, ne bënim historinë e ndjenjave, histori shumë e bukur. Nuk di çfarë të them, domethënë aq të thënë. Se ma përmendën, tani që ma përmendën mua smëri e rehatshëm, shumë më tregon një që për historinë e ndjenjave. Ai ka qenë një nga seminaret më interesante që kam bërë në jetë, po thjesht të thoj eksperiencën e kolegëve, domethënë që po të keq trajtonin në mënyrën verbale dhe ti nuk e kuptoja. Unë nuk e kuptoja. Nuk e kuptoja çfarë më thonin, në gjermanishtën e tyre, ca vend dialekt, normalisht në Berlin është në dialektin e Berlinit ose në dialektet e veta që kishin. Dhe thjesht ndjeshin e pror ose si bie, më të mirë se unë, vetëm për faktin që ishin gjerman dhe dinin gjuhën e tyre. Dhe unë mendoja veten time, prit njerëz, ju tani më keni pasur gjitha mundësitë tuaja këtu. Unë kam ardhur.
nga anës atje, nga viun, pa ditur gjë, dhe të punën tuaj unë mësova për 2 javë, 3 javë, ndërkohë që ju keni këtu gjithë jetës, në të gjithë mundësitë e botës, edhe ndjeni superior ndaj me vetëm për faktin që e ke përgjigjen brenda, aty kjo se është ai niveli atyre njerëzve. Kurse unë atje ku kam punuar unë, ata ishin gjithë me gjimnaz dhe Ausbildung, domethënë, atje ku kam qenë. Pra, ndërkohë që ti po bën master, kupton, është një çik. Jo se më në fakti që ata e bënin veten më të mirë se unë për këtë gjë. Dhe në fillim nuk e kuptoja, sepse nuk dija gjuhën, kush disa mund të jenë tallur me mua dhe bravo gjë. Por fillova të kuptoj, ja ty më vriste se thoshte po prit një këta. So, gjithsesi, këto e disa shembull të tjerë domethënë që kanë qenë pak mikse, por që sa më lart të shkoja aty filloi ndjenja të presionin që kishin ata ndaj njerëzve që vinë domethënë. Se sa në nivele më të banale nuk është se kanë diskriminim të madh, sepse janë punë realisht në nivele të ulta. Tani sa i përket historisë së ndjenjave. Historia e ndjenjave thash është një nga seminaret më të bukura që kam bërë ndonjëherë në jetë. Dhe bënte një pedagoge jona, Pernau quhet, e zakonshme, një gruaja e zakonshme, që ishte specialiste e gjuhës dhe kulturës urdu, që është një nga gjuhët dhe kulturat e Pakistanit. Po. Zbulava më vonë. Për të gjithë ata që se dinë domethënë. Edhe thjesht më bëri përshtypje që ajo ishte eksperte e asaj gjës. Ajo është ultra eksperte e asaj gjës, më kishte bërë nuk e di se sa studime për atë gjë. Dhe fliste për historinë e ndjenjave, domethënë si mund të kuantifikosh, si mund të fusësh në një aspekt shkencor ndjenjat. Që gabimi më i madh teknikisht i një historiani është ta bëj këtë gjë. Sepse nuk mund të përfshish ndjenjat ti në histori si fakt, sepse nuk është fakt, ndjenjat nuk janë fakt. Ndjenjat janë perceptime të njerëzve, ashtu siç ato i përfithin ose siç i ndjejnë, dhe siç kanë transmetuar, siç i kanë ruajtur në historinë e tyre, në historiografinë e tyre. Dhe kjo ishte domethënë gjithë ajo që ishte komplikimi i kësaj. Dhe aty për shkak kishte edhe historinë e principeve, parimeve, fjalëve bazë, për shkak ku e diun. Turpi, çfarë është turpi? Historia e turpit në vetvete si fjalë, si koncept, si strukturë. Dhe turpi është sa ndjenjë, po aq edhe në aspektin gjuhësor i rëndësishëm për shembull. Ose lumturia, ose liria, pavarësia, në çfarë janë çdo koncept bazë njeriu që ne kemi krijuar në anë të gjuhës normalisht. Çdo njëri nga këto principe, çdo njëri nga këto parime, çdo njëri nga këto fjalë ka një prapavi të rëndësishme, të cilën ne shpjegojnë ndjenjat e një populli për shembull, ishte sipas teorisë së kësaj, me sa mbaj mendon atëherë. Dhe gjithë sekreti mendoj atëherë, me sa më mend ishte që ti si person duhet të arrije të shkëputje se ku mbaronte ndjenja dhe ku fillonte fakti, të cilin ti mund ta përdorësh si fakt historik për këtë parim. Për shembull, sa veta e kanë aftësinë ta bëjnë atë? Shumë pak besoj vlon, përderisa ka shumë pak historian ndjenjash të mirë, domethënë unë kish vetëm një profesor Beno Gamal, që kishte shkruar një histori shumë interesante ndaj pikërisht turpit, sepse me turpin për ti, dhe kishte marrë për fokus një fshat të thellë të humbur të Francës, dhe aty kishte ndërtuar gjithë tezën e tij mbi turpin. Dhe kishte studiuar në një periudhë të caktuar, nuk e di sa kohore, dhe mbi pasojat që sillte mbi njerëzit një fenomen i caktuar e zë. Më thënë ishte kapur e fenomenin, po. Nuk duhet të jenë të kaq ultra specifik tani që të kapën për çfarë do vite. Beno. Dhe ishte realisht jashtëzakonshëm kur lexoja. Për shembull, një nga historitë më interesante është fakti se Ballkani, për shembull, ose Europa Juglindore, ose Europa Lindore, ose çdo gjë nga këto, janë parime të stisura, janë parime të shpikura nga njerëzit, zakonisht nga perëndimorët. Sipas një perceptimi që këta kanë mbi ato vende. Për shembull, ne jemi Europa Juglindore, për sa jemi Ballkan, për sa jemi fundi botës. Të gjitha ato parime që kemi shpikur, për shembull, baza është Eduard Saidi, Orientalizmi. Libri i tij si ka shpikur perëndimi Orientit, se çfarë nëse Orienti vetë nuk e quan Orient, sepse Jo, po, e saktë. Është orientocentrist Orienti, le të themi, se më të bëj një pyetje me që ti ke profilin e dur për të folur për këto gjëra, sepse kjo pyetja që ose ky krahasimi që ti bëre përpara me Ballkanin, domethënë me Europën Lindore, është temë që bëhet në bisedë shoqërore, është temë në bisedë që bëhet në bisedë historike, shkencore, por është temë që bëhet në biseda banale, në biseda pseudo-nacionaliste ignorante. Në tavolina. Në tavolina, edhe ideja është që Ballkan, me sa di unë, është vënë nga
turqit. Kur kanë hyrë në Bullgari, butcheringit, nuk është se po e them fix, me sa e diun. Juglindor normalisht je juglindor për ata që është në perëndimin tënd, ai ta vë juglindor. Si quhen përpara se të quhej Ballkan? Këto më ka kapur ngusht, nuk e di si quhej përpara se quhej Ballkan. Sepse prefektura e fundit të dokumentuar mbas konsolidimit ishte Iliri ose Illyricum në latinisht. Illyricum, po. Edhe para se të ishte Illyricum ishte ndarë në Illyricum edhe Makedonia. Domethënë që të tjera. Po. Hajde të lozim çik të gjëra tani se kam qejf kështu. Ja? Shqiptarizmi plako. Të gjitha këto popuj të lasht, pellazg, fillimi i fara e botës e tjerë. Sa reale të duken ty domethënë me atë formim që ke dhënë, s'po them që ti ke për të gjithë botës, po që ashtu si e kupton ti, si e lton vetë domethënë cilat janë të sakta, cilat mund të jenë dhe cilat janë gjëra idiote fare. Pyetje interesante, çfarë shqiptarizmi? Çfarë shqiptarizmi? Ashtu siç e mendoj se çfarë shqiptarizmi, të paktën e shoh në ndjenjën tonë, ajo tu prapim ke historia e ndjenjave, se çfarë na thot ne si shqiptar, pra jo mua ty, gjithë shqiptarëve kudo që mund të jenë nëpër botë, do të çfarë konceptojnë ata me faktin që ata janë shqiptar në sens se nëse për dikën në Amerikë që është brezi i tretë i shqiptarëve, të qenurit shqiptar është ku ta diun, gjuaj që fliste nona në shtëpi se kështu ishte nona, le të themi. Atë kjo është ajo shqiptarizmi atyre. Për mua që kam lindur në Shqipëri, asociohet edhe me shumë gjëra të tjera, për një shtetësi, një identitet i brumosur, i formësuar atje sipas kulturës dhe standardeve në Shqipëri. Gjithsesi, pyetja jote nuk është për këtë, por pyetja jote është më shumë për faktin e teorisë së shqiptarizmës, që ka të bëjë me gavim ose çfarë jemi ose gavim, çfarë jemi, çfarë të bën shqiptar, të gjitha kjo gjë, kjo betejë e ideve. Bën fakti që të ndihesh shqiptar. Kjo duhet të jetë bazike fare. Sepse çfarë të bën të ndihesh shqiptar? Pak më thjesht do të janë akoma. Nuk jeni shumë i qartë. Bën fakti që kam gjuha imamtare, gjuha shqipe. Prindrit e mi janë shqiptar të dy. Kulturën që më kanë dhënë është ajo shqiptare. Për shumë, pse nuk ndihem unë sot këtë diun Maqedonas ose Jugoslav ose këtë diun se çfarë mund të qenë gjyshi ose gjyshi, se nuk është kultivuar ajo në atë madh, domethënë ka ngelur si reminiscencë vetëm ca gjëra në shtëpi, gjua, gjërat. Por që kultura dhe pjesa e zakoneve, doket, çfarëdo gjë që kemi pasur ka qenë në Tiranë, domethënë është marrë nga vendi ku kanë ardhur më vonë. Përçka se ata vetë ndoshta nuk e kanë pasur ai të formësuar, s'kan qenë ata një mishmash vetë. Prandaj që nuk mund të kesh një identitet tjetër veçse këtë që ke që ndjen. Ose ato që po formëson. Shumë pjesë identitetit tim të tanishëm mund të jetë identiteti gjerman. Por unë akoma nuk është të ndihem gjerman. Në sensin. Përçka se zyrtarisht në fakt jam gjerman vetëm, nuk jam shqiptar zyrtarisht, po kjo do të thotë që nuk jam shqiptar vetë, nuk ndihem shqiptar. Është absurde. Shqiptarizma për mua është kjo. Tani gavim është tjetër pyetje. Ajo nuk ka të bëjë me faktin se si është formësuar shqiptarizma, besoj unë. Në shqiptarizëm kemi të formuar nga identiteti jon kombëtar dhe nga ajo që ne kemi thënë vetes dhe nga që kemi ndërtuar ne kulturën tonë. Të paktën nga rilindja kombëtare e tutje, të paktën. Po. Të paktën nga këtu që është me formësimi më i mirë dokumentuar. Formues, edhe shtet formues. Po. Përpara nuk ka pasur identitetin aq të fortë identitetin e kombit shtet që kemi marrë mbas shekullit të 17-18, domethënë me revolucionin francez e tutje. Po. Se nuk e bëjmë me shekuj tani se unë jam ndryshkur pak. Prandaj që për mua domethënë identiteti më i fillt i joni është në këtë periudhë, por jo vetëm joni. Po çovësh edhe grekët identitetin e vet në atë periudhë kanë formuar si grekër modern, flasim, jo ato helenik të lashtë. Edhe bullgarët tani vonë, dhe serbët vonë. Pra të gjitha popujt e Ballkanit që kanë identitete nacionale, kombëtare, e kanë formuar më vonë. Nuk e kanë formuar para shekullit 18, mos gabojmë, po është revolucioni francez, 18, po 1700 diçka. Prandaj ky identiteti jon i formësuar, si joni, si atyre, nuk është i përparshëm, domethënë, okay, bazohet në gjëra të përparshme, ato të përparshme nuk kanë qenë identitet shtetëror, pra i kombit shtet, po shqiptarët, gjithë shqiptarët në një shtet, ose gjithë serbët në një shtet, gjithë
bullgarët në një shtet. Ato kanë qenë më shumë të bazuara në historinë e tyre si fise. Edhe si principata më vonë, si në shtete feudale për më shumti, por jo moderne të sotshme. Dhe fati jonë i keq është që të paktën ne realizuam identitetin tonë kombëtar, pothuajse 100 vjet mas grekëve. Domethënë e realizuam ëndrrën tonë që u bëm shtetin tonë të njohur. Grekët kanë bërë 1831, në mos gaboj. Po. Serbët diku 1827. 27, jo, më vonë se grekët. Ai Slavkovic e ka shkruar tezën e parë në 27 në bazë të asaj më të vjetër të Orbinit, ai që ka bërë Orbini. Dje e kam të freskët se e dëgjova dje. Pak më vonë, Bullgaria gjithashtu. Po pavarësisht më vonë, po them doktrina e parë e shkruar serbo-madhe, domethënë është bërë shumë më përpara se sa mund të bërë e Shqipërisë. Doktrina nuk po flasim sepse edhe ne mund të marrim se doktrina shtetformuese shqiptare beslidhjen e Lezhës, që është goxha doktrinë e fortë, domethënë. Shtetformuese ne do marrim ato, kemi atëherë i dalim të parët në rajon, po ajo është e diskutueshme. Mirë, është tjetër histori, po gjithsesi edhe lidhja Prizrenit, për shembull 1878, është edhe ajo shtetformuese është në atë pikë. Edhe ajo është një ashtu, po ne nuk e realizuam dot në atë moment, edhe pse edhe kjo është normale. Gjithsesi, domethënë, këto për mendimin tim nuk e formojnë shqiptarizmin tek individi, saqë formon ndjenja e tij e brendshme që e bën atë të ndihet shqiptar. Sepse po të ishte parashut paktën shqiptarë që nuk jetojnë brenda kufive të Republikës, me mendimin tim, nuk do ndjeheshin aq shumë shqiptarë se ndjehemi ne. Dhe në fakt është e kundërta. Domethënë ata kanë ndjenjën shqiptarizmit edhe më të fortë se sa shqiptarët e Republikës së Shqipërisë, edhe si do ne gludisht. E ke përjetuar ndonjëherë, e ke përjetuar ti kur ke ardhur këtu atë ndjenjën e të qenit shqiptar pak më shumë se sa kur e kishe në Shqipëri? E kam përjetuar sepse më kanë munguar gjërat që përpara i merrja për të garantuara, domethënë muzika popullore. Nuk është se kam dashur ai shumë muzikën popullore përpara. Dhe doja, po në një sebeb, në një dasëm, në një guadion. Domethënë, nuk është se e dëgjoj, tani e dëgjoj për qejf. Po, tani e dëgjoj në mënyrë konstante për ditë. Kam kënaqësi të dëgjoj muzikën popullore, domethënë. Që përpara nuk e kisha. Në të drejtën, domethënë, nuk më jepte atë kënaqësinë ose që kur kam ardhur në Gjermani flas më shumë me dialekt se sa flisja përpara, se duke qenë në Shqipëri, takoja njerëz nga gjithë pjesët e Shqipërisë dhe shqiptarisë, domethënë që kisha kontakte përditshëm në punë, në jetë. Dhe normalisht nuk mund t'i lejoja luksin vetes të flisja dialektin tim që si kena fol në shtëpi, më thon. Po. Ndërkohë që duke qenë se isha këtu, pastaj kontaktet e mia në Shqip ishin me shumë pak njerëz, me familje normalisht. Me miqë shok ose shoqë që pothuajse gjithë nga Tirana. Janë nga ato Tirana moderne, themi flasim atë zhargonin e Tiranës moderne. Po. Kështu që me ca mix këtu e mix atje, pa në një rëndesë në dialekt, por prapë është një çik dialekt. Është një çik dialekt. Po Tirana, shiko, unë kam një si tip ndjenjë kështu ose si tip vështrimi që ai dialekti i Tiranës është le të themi pak më i ri, duket se shumë i ndikuar, më i formuar, më shumë dyndje domethënë nga dialektet e tjera. Po unë besoj se ka dy dialekte Tirana, në fakt. Dialekti urban i Tiranës dhe dialekti i rrethinave, i fshatrave të Tiranës. Dialekti i fshatrave të Tiranës është shumë i fortë, është realisht dialekt le të themi ajo. Plat albanisht nëse e do kështu, plat tirançe. Pra tirançe e fortë, ndërkohë që dialekti modern, ai urban i Tiranës, pra i qytetar i Tiranës, është më i butë sepse normalisht ka pasur shumë ardhje në Tiranë, dhe normalisht kur ka shumë ardhje nuk mund të ruhet në atë farfej aq i pastër, sepse është e pa konceptueshme, kupton, është për çdo vend, besoj edhe në Berlin, për shembull, po ta vësh dialekti berlinez i veti, i tyri, është shumë i fortë atyre që flasin për shembull në lindje në ca zona të Brandenburgut, të thella, të fshatrave rreth Berlinit. Edhe është çik më ndryshe i këtyre berlinasve të vjetër, edhe ato e kanë pak atë po nuk e kanë aq fort sa Brandenburgasit ato që janë afër, ato kanë edhe më të fortë dialektin. Se aty është rujtur në përfshatra normalisht. Po sidomos te poshtë, unë kam pasur kontakt me këto nga Köpenick edhe Erkner, për shembull, ata kanë vërtet goxha të fortë, domethënë ata dallohet direkt kur e flet. Elton, në sy të tu, çfarë bën një shqiptar të mirë? Çfarë bën një shqiptar të mirë? E para njëherë zemra e mirë. Domethënë nëse dikush ka një zemër të mirë ndaj të tjerëve, aq më shumë ndaj shqiptarëve të tjerë, se flasim për shqiptarën e mirë,
atëherë për mua ai është një shqiptar i mirë. Pra nëse është me zemër mirësi për tjetrin, aq më shumë për si vllaun e tij shqiptar ose si motrën e tij shqiptare, që e ndihmon, që nuk i bë, të paktën nuk i prish punë. Më thënë do them një shprehje të timetit të ndjer. Nëse nuk e ndihmon, po se bën do të mirë dikujt, mos e bëj të keq paktën. Po. Aspekt, nëse si bën dot realisht mirë dikujt, nëse ndihmon dot, të paktën përpiqu mos e bësh keq. Unë këtë parim kam pasur gjithë jetës deri tash. Apo me sa duket më ka funksionuar. Për mua nëse çdo shqiptar të paktën bën diçka pak më shumë për një shqiptar tjetër, do ishte mjaftueshëm shqiptar i mirë. Në gjesti më i vogël i mirësisë si e mund ta bëj një shqiptar tjetër, që ndoshta nuk do e bëte një gjerman sepse nuk e ndjen atë bashkëpërkatësinë kombëtare që ka me të. Atëherë për mua kjo do ishte xha një shqiptar i mirë. Në aspektin. Që pastaj të tjera gjërat janë nëse trashëgon kulturën, tema tjera për cilat janë të tjerat? Jo vetëm drejt për drejt të shqiptar me njëri tjetrin, por edhe në sy të botës, edhe në sy të një palë të tretë, edhe një shtetësie tjetër. Kam një problem shumë të madh me shqiptarët. E kam vënë që ne lurat e shtëpisë tonë fusim poshtë tapetit tonë, le të themi, dhe duam të dukemi më të pastër para të huajve se ç'jemi. Nuk jemi. Ne jemi të mirë siç janë të mirë gjermanët, jemi të këqij siç janë të këqij gjermanët. Nuk jemi ne as të jashtëtoksor, as të përkryer të dynjas. Ne jemi shqiptar. Jemi të mirë, jemi edhe të këqij. Jemi të mirë me kë na bën mirë, mund të bëjmë edhe të këqij me kë na bën keq. Sepse nuk është parim, domethënë që ti jesh absolutisht i mirë me dikë, nëse ai është i keq me ty flas. Dhe ne kemi gjithmonë këtë fenomen ose si që ne gjithmonë i fshehim gjërat e këqija ndaj të tjerëve. Për shembull, kur kur i përshkruajmë Shqipërinë, nuk e themi të vërtetat për shembull për plerat. Plerat janë një problem serioz në Shqipëri. Dhe nuk ka të huaj që nuk e shef këtë gjë. Po thosë gjithë miqtë e mi që kanë qenë në Shqipëri, kur më thonë për Shqipërinë, thonë wow, super, vetëm ka shumë plera kudo. Mirë, po Elton, pa nuk është një metodë, shikoni, nëse doja përmendesh plerat që ne parë edhe trëm një çik njeriu. Normalisht në fillim do i tregosh gjërat e mira derisa ta afrosh dhe pastaj kur krijon ata afrimitetin dhe miqësinë etj, atëherë i tregon dhe problematikën, nëse robi ka interesin, nëse një njeri nuk di asnjë gjë dhe se ka interesin në fillim, po të fillosh gjithmonë direkt me hallat e problemet, mendoj unë do jetë e trëm, ja heq interesin. Qartë, po blen shkoj diçka. Unë nuk jam zyra turistike në Shqipërisë, kupton? Edhe njerëzit që më pyesin mua për Shqipërinë nuk më pyesin në aspektin turistik të fjalës. Ata që njoh flas, të ngushtë, nuk po them tani për këtë një të huaj që dëgjon që jam shqiptar të pyet se Shqipëria. Aty jam shumë dakord me ty, i them gjërat më të mira dhe okay, fish pas da bën, më zbuloj e vet. Por njerëzit që më pyesin mua për Shqipërinë, më pyesin në aspektin real të fjalës. Me interes genuin, me interes të mirëfillt për vendin. Nuk më pyesin sa për të pyetur, kupton që si është Shqipëria. E di pse e thash në atë, sepse unë mendoj në mënyrë që s'duam ne çdo shqiptar që është jashtë Shqipërisë është një ambasador i vogël i Shqipërisë. Si ata që janë kriminala, si ata që janë pedofila, si ata që janë njerëz të kulturuar, të shkolluar, me pozicione, me kontribute etj. Edhe unë mendoj sidomos në fillimet e një shoqërie, një njohje me një të huaj, unë mendoj se është shumë e rëndësishme që të shpalosësh vlerat në fillim, domethënë të mund t'i bësh edhe backup, se nuk ka kuptim të nëse ti thua diçka të bukur që nuk mund ta bësh vetë, pastaj ajo është dështim, duket sikur janë lustra kot. Edhe nëse interesi i rritet dhe është ata vërtet i rritet interesi, domethënë i pëlqejnë këto gjëra, atëherë mund të futemi në atë të vërtetën, le të themi, në gjithë ato plurat poshtë tapetit. Po, ka dhe një diçka tjetër që kjo distanca e kësaj vjen shumë shpejt, domethënë, nuk e di si mund ta kesh përjetuar ti, po mua nëse në fillim e kisha dhe unë këtë, kupton, prandaj kam atë realizmin tani pak në këtë aspekt se si e paraqes në Shqipërinë, sepse në fillim e kisha këtë që përgjithësi gjëra më të mira, është kështu, është mrekulli, ku të diun. Në pyetja parë direkt që po pse i ke ti? Se okay, më pse s'ndej një atje dhe të vazhdosh jetën tënde duke qenë se është kaq super vend. Normalisht tu vjen ka barriera e parë që nuk mund të thuash, hika se është parajs, do nuk do të jem parajs. Se kam në këtë, ti ke shumë të drejtë kjo pjesë, po. Ne paraqesim realisht Shqipërinë si ç'është, domethënë, nuk po them për plerat, se plerat është gjëra shumë bazike, po flas për. Jo, e kuptoj. Se pyetja vjen domethënë në sensin, okay,
çfarë janë problemet e vendit, domethënë se ata nuk janë njerëz të deficient, nuk janë njerëz të palexuar, ata shohin lajme. Po këtu duhet të dalën, e kupton që lëre të vi pyetja. Albanian dhe ti të merr një raport të plotë të lajmeve që ka ndodhur sot në Shqipëri. Po vetëm të zezat pra, kështu që ai merr nga lajmet ato të zezat. Po unë këtu pika kyçe ajo ishte domethënë lëre të vi pyetja sepse unë kam hasur edhe në parti studentësh Erasmus etj. Kam hasur 2-3 shqiptar domethënë që I kam halë në sy që në momentin e parë që I jepej mundësia për të folur me një të panjohur fare për Shqipërinë. Vetëm vrer që në fjalën e parë. Sa është frustrimi I tyre që nuk e kanë unë nuk jam ashtu, domethënë të thash, nuk është se kam të parë. Jo, di që si ashtu domethënë. Nuk më pëlqen që ti bëj një fushë me lule që nuk ekziston njerëzve që realisht kanë interes të mirëfill flas për Shqipërinë, sepse për shembull pyetja e parë që kam pasur atëherë, përpara se ka ndryshuar. Okej, kjo është gjë e mirë që duhet të them. Siç duhet të thënë gjërat e këqija, duhet të thënë edhe gjërat e mira. Imazhi I Shqipërisë ka ndryshuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Kur kam ardhur në fillim këtu dhe ishin vetëm 2-3 kokra, më aventurierët që mund të kishin dëshirë të shkonin në Shqipëri, pyetja e parë është pse zisha? Është e sigurt? Pra, a jam unë I sigurt po të shkoj atje apo nuk jam unë I sigurt po të shkoj atje? A do vritem, a do më rrëmbejnë, a do më vrasin, a do më vjedhin, nuk e di se çfarë. Kjo është pyetja e parë direkte që merrjen atëherë. Nuk është tani pyetja e parë se, oh wow, është fantastike, mezi po pres të shkoj. Po. Sa që një shqiptar bëri dalje, kishin bërë planin me vite të shkonin bashkë në Shqipëri. Dhe më bëri dalje sepse ishte kështu, like destinacioni I momentit dhe vendosi të shkoj vetë me të dashurin e saj. Më që ishte pak aq ashtu të mirë ka marrë Shqipëria në atë aspekt. Jo, ka plasur, ai shumë ka plasur Shqipëria, sa edhe në industrinë time që ti e di se çfarë profili kanë ata që punojnë në industrinë time sa konservativ janë. Nuk e mbaj mend të kenë ngelur në të dy projektet ose në të tre projektet që kam unë në dorë tani, domethënë që mos më ketë pyetur se e kam parë në për TikTok-ra, në për Instagram-ra, në për Facebook-ra, është thjesht kudo tash është ai hotspot I momentit, është si Majorka para 12 vjetësh ku kam ardhur unë këtu. Atëherë ishte Majorka, Bundeslandi 17 që Po, kjo gjëja që ndodh me Shqipërinë nuk është vetëm nga ana gjermane, gjëja që ndodh me Shqipërinë se është në mbar europiane si fenomen. E kupton se është dhe interneti sot, e ke parasysh shumë social media që është edhe një hap shumë herë më kolosal më I shpejtë sa përpara. Mos harrojmë të këtë, tani mund të fluturosh në Tiranë madje edhe me Ryanair së shpejti. Po. Ndërkohë që kur kam ardhur unë këtu, opsionet ishin vetëm Lufthansa, Austrian, Turkish, Germanwings me marramëndse me tranzite nuk I di ndonjëherë 10 orarsh në përvend për një fluturim 1 orë e gjysmë do të bëhet 12 orë. Ishte realisht absurde, domethënë kur mbajmë ato tranzitet nga Beogradi, nga Budapesti me Malevera me pas, domethënë o zot, nuk di të flas, domethënë imagjino, Lufthansa dhe austriaku na dukeshin mirë sepse ishin në Münih ose në Vjenë që kaloje relativisht shpejt. Por Budapestin dhe Beogradin janë vuajtur shumë edhe njerëzit edhe studentë edhe ata që nuk kanë hikur në mënyrë të zezë, domethënë kanë vuajtur në mënyrë disproporcionale krahasuar. Edhe edhe turqit nuk kanë vuajtur shumë sa kemi vuajtur ne. Jo, turqit nuk kanë vuajtur kur nga kjo anë, sepse linjat e kanë pas gjithmonë direkte. Me Turkishin pak më të shtrenjta, por paktën ishin në Stamboll, ishin në Ankara, në Izmir, në Bursa, më duket kanë pas fluturime gjithmonë direkte nga Berlin, se ka një popullsi shumë të madhe. Nuk krahasohet. Ndërkohë që ne jemi shumë të vegjël në fakt për të qenë aq relevanca që mendojmë se jemi. Por që gjithsesi jemi edhe një gryksa jemi, ka probleme shumë. Në gryksa se gjermanët nuk besoj se ka bleon. Ne thjesht jemi të maskuar dhe ne e bëjmë çik më kështu. Në Shqipëri atë variantin e korrupsionit për shkakun çdo gjë që ke atë paktën nga ajo ani ke më të hapur sepse është fenomeni pranuar mbar kombëtarisht edhe nuk e vetë më mendin njëri. Ndërkohë që edhe këtu bën shumë gjëra dhe ne dim shumë mirë dhe I shohim, I përjetojmë. Thjesht nuk flasin ose me një sofizëm të paparë që jo këtu jo. Korrupsion ka vetëm në Poloni. Po, ata të tjerët andej. Nuk ka gjë në fakt edhe këta. Ose ata duan të pasurohen shpejt, në fakt që gjermanët mendojnë të përfitojnë gjën më minimal, më deri te centi nga shteti, nëse munden në taksën ose në kudo që tjetër. Edhe mirë bëjnë, se nuk është e paligjshme, nuk themi. Por që nuk është themi vetëm ne. Me një fjalë. Për cilat gjëra që kanë ndryshuar
për mirë, le të themi, ose nuk e di, të bëhet qefi rreth Shqipërisë, flasim gjithmonë. Domethënë duke e parë nga jashtë gjithmonë, duke parë nga jashtë edhe në ato vizitat e tjera. Sa ke ikur ti deri tani më e heqim këtë pjesën e namit jashtë, domethënë edhe se si ka ndryshuar prestigji. Nga brenda, po. Po, nga brenda. Cilat janë gjërat për shembull që të bën vërtet të ndihesh mirë që janë kështu si janë sot dhe jo siç ishin kur ti ishe atje. Po, ka shumë gjëra blan, me thënë drejtën, domethënë janë Jepi, kemi për të jemi. Për shembull, pjesa e infrastrukturës ka ndryshuar në mënyrë të jashtëzakonshme, rrugore sidomos në Shqipëri domethënë. Edhe transportit në përgjithësi, domethënë ti shkon në Tiranë tani ke taksira, ke opsione të pafundme. Ti prenoton taksin që në Berlin, të pret atje, shkon gjëra që para atëherë jo se kishte taksi, po çmeti shumë të larta, ose vinte dikush të përcillte, ishte autobusi që du ta prisë, ishte dhe një farë orari, nuk ishte asnjë tabelë, ndoshta edhe nuk nisej, ti nuk e dije kur. Domethënë kishte sa gjëra që atëherë nuk infrastruktura nuk ishte si sot në Shqipëri. Kjo është një ndryshim shumë. Makina me qera për shembull. Atëherë ishin shumë pak. Atë ishin edhe masa shumë të shtrenjta. Tani janë në masë. E çmet janë okay, në po të shkosh në dimër biles janë edhe të mira, nuk janë të këqija. Tani në sezon kuptohemi, janë si normalisht. Të papagueshme, por në jashtë sezonit janë shumë realisht shumë normale, ti merr një makinë me qera, ato ditë që je atje më jeton tamam dhe lëviz pa probleme fare. Pjesa e Albanias për shembull ka pëlqyer shumë të drejtën, është një paçka se ka defekte të veja shumë të mëdha, as diskutohet, por e mendon me burokracitë e këtyre këtu, në për gjëra banale. Këta nuk e kuptojnë shumë, jam munduar t'ja shpjegoj shumë njerëzve që jetojnë atje, domethënë dhe që vetëm nga ajo që u hakua që është problem degradues, nuk diskutohet fare. Nuk diskutohet që është problem degradues. Por vetëm që në qoftë se një njeri do ta kuptonte domethënë se të heq një person këtu për të marrë një vërtetim një gjë domethënë do thoshte o zoti mas shqyr që është i Albania. Shiko, jo vetëm njerëzit, po imagjino në Shqipëri kur kam qenë unë për shembull në moshë prej kur ka filluar, nëse ka vënë në 2009 ka filluar kartat e identitetit, në 2008 kem pasur certifikatat akoma. Po. Ti duhet shkoje të merr kur jam mësuar në gjimnaz për shembull, shkosh e merr certifikat, ishte rradha. Ai gjendet civile, nuk di çfarë të them, njerëzit që përplaseshin tek ajo, ka pasur kam kap dhe unë atë periudhë. Zot, domethënë kur e kujtoj akoma ka pasur një kështu si tip dritare me ato hekrat e vjetra ose njerëz që shtyheshin atje vetëm për çfarë për një certifikat 500 lekë, për një copë fotografie sipër. Në një torturë absurde për çfarë për një dokument identifikimi. Ndërkohë që sot ato certifikatën që edhe nuk të duhet më fare, po thuaj, sepse ke kartën e identitetit, po thuaj gjithmonë, e merr në mënyrë aq të thjeshtë, thjesht online, tak aplikon, thjesht e printon ti. Dhe madje un kam qenë në sportele, se tani un nuk e përdor dot më Albanian, se nuk kam në shtetësinë. Prandaj që shumë funksionet e Albanias nuk i përdor dot. Një certifikat nuk e marr dot në sistem. Nuk duhet të shkoj atje dhe më është dashur të shkoj ke gjendje civile. Duke qenë se ka shumë pak njerëz, është aq e thjeshtë. Zgjidhet për 2 minuta, nuk ka stres, nuk ka presion, nuk ka një dyndje atje njerëzve tek ajo. Domethënë kjo është gjë, digitalizimi është një gjë shumë e jashtëzakonshme që është bërë. Në Shqipëri kanë filluar edhe ato takimet e doktorëve si këtu, bën gjitha në sistem. Ka normalisht akoma probleme, as diskutohet. Normalisht. As nuk e diskutojmë këtë gjë, por të paktën është sistematizuar, nuk është më siç ishte atëherë. Në ca gjëra janë vënë në drejtim akoma, domethënë. Ose edhe ndërtime, mua më pëlqen që është bërë ndërtime në Tiranë, ti me realizëm, jo në këtë masë kaq. Edhe mua më pëlqen, po se do na kapin, do na zën me gura. Po jo më blo, nuk po them që ti me realist, nuk po them që është jashtëzakonshme, por prap nuk krahasohet, më ka normalisht që ka probleme, ka defekte, ka gjëra të gabuara që janë bërë. Ndërtime, kod vend e pa vend, jam dhe unë kundra, por ka ndërtime që ka zhvillim, në usare që shkojnë në Shqipëri, do të shkoj shumë shpesh tani më. Shoh diçka ndryshe, gjëra që unë këtu nuk i shoh domethënë me 10 vjeçar ndryshe. Ti thua okay, do ruhet ajo, po ç'e kemi ne për të ruajtur, përveç se asaj ndoshta qendrës që ka qenë imazh që mund ta ruaje, që tani është tepërvon fatkeqësisht për atë. Por jashtë asaj, Tirana në shumë pjesë të saj nuk ka pasur çfarë të ruaje. Vetë fakti që ne kemi shkatruar qytetin e vjetër me bërjen e Pallatit të Kulturës në kohën e 1953-shin. Jo, bashkohemi te kjo pjesë. Ajo është ngërçi kryesor se edhe unë jam është në Berat ajo gjë, me që ti vjen nga Berati, tu disha shumë kundra sepse Berati ka tradicionalen e vet. Është një gjë që realisht duhet ruajtur në çmim të mundshëm, ose Gjirokastra, ose pjesa e brendshme e Korçës për shembull, që janë gjëra, janë struktura qytetare të Mirëfillt ose e Shkodrës së Vlorës, që janë të ndërtuar. Por pjesa qytetare e Tiranës nuk i ka pasur këto fatkeqësisht. Ato që kishte e shkatruan atë identitet qytetar të vetin që kishte krijuar
ngadalë. Dhe kur u shkatrua ajo, pjesën që kemi ndërtuar në kohën e Enverit, pallatet talla sovjetike, Pa, burse ato. që duhet të ruajtur se s'bën, aty me realist. Do këto parafabrikatet Ata mund të lësh pallatet e bonifikimit, ato me tullat kuqe, ato mund t'i lësh ku dëgjoj, mund të lësh 3-4 copë që siç e kanë, kështu që ja kanë ekzistuar një herë. Problema i blen, po thjesht po them faktin që nuk është se ke ndonjë gjë aq për të ruajtur në atë aspekt sa që duhet, domethënë. Imagjino edhe varrezën më të vjetër të Tiranës, që varri bombet. E prishën kur ndërtuan gjithë zonën atje me parafabrikatën kohën e Enverit. Pra këto themelet ato shkelmat le të themi të Tiranës nuk janë dhënë në kohën tonë, janë dhënë faktikisht atëherë sipas mendimit tim. Është prishur Bashkia e Tiranës së vjetër, kur i martuar prindët e mi për shembull. Që është një nga ndërtesa më të bukura atje, edhe pjesë e strukturës së ministrive dhe të këtyre e prishën. Ku është ndërtuar sot muzeu janë kombëtar. Por se mbajmë unë duhet ta googloj. Unë s'e kam arritur atë. Është prishur në vitin 70 në mos gaboj. Në prindët e mi janë martuar në 69 në nëntor, duhet prishur diku në fillimin e viteve 70. Në mos gaboj. Unë s'e kam arritur absolutisht. Por që gjithsesi e di nga ata dhe kam parë fotot pas diskutoj atë. Dhe për më shumë Tiranës më thënë ka ikur dhe pjesa kjo më vretën që të kthehen te pjesa që ka ikur. Kjo pjesa që mbaja mendun. Më thënë kanë ikur njerëzit, dhe po ikën njerëzit, nuk kam rëndësi të ndilin ndërtesa. Me thënë drejtën, sepse ato njerëzit e mbajnë fillin. Ndërtesat në stacion historik. Po ikën njerëzit do ikin edhe ndërtesa se s'ka kush interesohet më për ato ndërtesa. Për shembull kam gjetur para ca kohësh një shumë interesante, një artikull për 21-shin, për lagjën e 21-shit dhe se si ishte ndërtuar dhe njerëzit që kanë jetuar atje në fillimet e veta, në vitet 50, në 40 deri në fillim viteve 60, kur prishëm sovjetike që filloi vala e parë spacime të mëdha që iknin njerëzit nga Tirana dhe shumë njerëz, shumë personazhe që ishin atje, që prindët e mi mbajnë mend, unë se mbaj mend, ose kam arritur. Dhe kur e kam dhënë atyre këtë artikullin, ta lexoni, ja pritova Kastile dhe Adash. Nuk e di domethënë janë emocionuar shumë sepse ishin realisht pjesë nga jeta e vet që kanë kaluar ata. Mbanin mend njerëz, kontakte që kanë pasur ata, ndërkohë që unë mund të lexoj vetëm disa emra atje, ta marrin në fytyrën, folurën, komunikimin, mirësjelljen. Pra kjo pjesa e humane e qytetit, ajo ka humbur në Tiranë dhe ajo ka humbur për mirë faktikisht. Nuk është se do kthehet më. Unë e shoh edhe në lagjen time, që është një lagj goxha, më lagje akoma. Shumë pak njerëz kanë mbetur nga ata që kanë qenë kur jam rritur unë të vjen keq, kupton? Sepse ne kemi pasur një marrëdhënie shumë të mirë ndërnjerëzore me njëri tjetrin. Kemi pasur shumë, ne jemi rritur bashkë dhe ka qenë e bashkë, ndërkohë që sot ata që rriten fëmijët unë e shoh nuk luajnë më bashkë një pjesë të tyre. Ose zihen dhe shajnë në mënyra më të ndyra, bëjnë ka shumë gjëra që ka humbur ai shpirt. E kuptoj unë shumë mirë se edhe kur ishim në fundit që u kaluam, që u takuam, më thënë, pas, më thënë, qose këti e vërre këtë gjë në Tiranë, ku edhe ka rëmu, edhe ka kaos, edhe ka pruri, dhe më thënë, Berati ishte plako. Ishte tragjedi reale, do më thënë se që mund të ndodhi një qyteti të lënë pas dore, kupton se arriti skaj që ai kishte një disa si turistash me pleq. Se të rinj nuk bëhej fjalë. Nuk bëhej fjalë të rinj, e kupton. Ku gjen një gjimnazist në 9-vjeçars, edhe gjimnazistët nuk i shikoje se shkolla ku un kam bër, që ka të kthehemi te shkatrimi i këtyre, domethënë, është shkatruar se po ndërtohet re, që duhet të ndërtohej re, se ishte e keqe shumë domethënë, edhe ata edhe gjimnazistët e kishin shkollën mbasdite, kështu që kur dilje në atë moment nuk shifje asnjë njeri. Ashtu është. Asaj fytyra që i rritur domethënë edhe të tjerë, që qyteti i vogël nuk e njeh minimumi një njeri që është lindur dhe ka rritur aty, e njeh minimumi gjysmën e qytetit. Patjetër. Domethënë, imagjino unë vajta edhe nuk e di, njofa apo si njofa 3-4 fytyra. Kur ka humbur kjo, domethënë çdo gjë, kur humb kjo atmosfera, ky shpirti i qytetit, le të themi, për mua ndoshta mund të jetë që është transformuar në atë mënyrë që unë nuk e gjej më veten, ndoshta njerëzit që janë atje tani e kanë akoma sepse jetojnë. Mund të jetë kjo, sepse duke qenë se unë jam shkëputur dhe fatkeqësisht jo vetëm unë, por gjithë brezi. Në sytane shohim, e kupton. Ka nikur. Domethënë unë kam shumë pak shoqëri nga brezi im në Tiranë, mund të jenë 3-4 persona. Dhe të tjerët janë larguar që gjithë, pothuajse janë gjithë nëpër Europë.
Prandaj që nuk është se mund të rigjej dot Tiranën time në atë aspekt. E kaluam tek ajo tek le të themi pyetja ose tema e radhës, domethënë që cilat janë gjërat që janë problematika, edhe me që e prekëm këtë pjesën e ikjes, po e lëm më njan. Ç'a të shqetëson më shumë për momentin plak, nëse duhet tu? Ç'a shikon kritike po? Në Shqipëri përgjithsisht, po në Tiranë sepse ti atje e ke bazamentin. Qartë. Më shqetëson akoma fakti që nuk kanë arritur të realisht të bëjnë një menaxhim të mirë plerash, duke kthyer prapë këtë plerat. Domethënë duket shumë fatkeqësi që në Tirana, të paktën Tirana, edhe mirë qytete të tjera, se janë më të vogla, është më e thjeshtë, po në Tiranë nuk është arritur të bëhet një sistem. Tiranë është më mirë se në Tiranë. Patjetër, se janë më të vogla, mund të bëhen gjëra më të thjeshta. Por kanë fjalën tjetër punë, domethënë ti ke lagje të strukturuara, lagje që jamun është lagje strukturuar, është lagje e vjetër. Nuk është lagje e re që ti nuk njeh, domethënë më s'ka as rrugën. Ne janë gjithë infrastrukturat e duhura. Ti mund të bësh edhe infrastrukturën e saktë edhe për ndarjen e plerave, që mund ta ashtu. Ajo është akoma në nivele bazike. Domethënë kjo është realisht për të ardhur keq. Ose për shkakun pse akoma nuk ka një fond ose një pse me sa di un kam filluar bëjnë një pjesë të mirë që të paktën ristrukturojnë ndërtesat nga jashtë. Ne mund ta bëjmë tani këtë gjë. Në një fasadë nuk i kushton gjë njeriu, ose apartamente nga brenda treqerku i familjeve i kanë bërë. Nuk është ndonjë gjë e re. Por nga jashtë. Unë që doja ta ndaja me ty këtë pjesë se jemi drejt se mos ta harroj tek kjo gjë që sapo përmendë ti. Ka filluar rëndëm tash ai Lalieri, domethënë që bën këto pikturat e bukura për fasadat dhe një nga ato të fundit domethënë. Nga të fundit që pa shumë, por nga të shumta të tilla janë tek pallatet e Enverit në Tull, direkt në Tull. Po. Tani me çfarë lloj mendësie se këtu më prek edhe në vend të butë, si edhe i fushës domethënë. Tani si mund të shpenzosh lek për të bërë një pikturë që është ideja shumë e bukur, mua më pëlqen, unë jam pro asaj. Po kur ai nuk ka një izolim, ai nuk ka një suvatim e heqim izolimin, s'ke lek për të bërë izolim, të bësh kur ai nuk ka suvatim, domethënë që është tulla që i hyni ftohti direkt përmes fugave brenda, domethënë si mund të shpenzosh lekë të bësh një djalë duke qarë apo duke u menduar në tull, domethënë. Shumë sipërfaqësore. Ka çfarë prioriteti ka blan në atë aspekt. Nëse ke prioritet atëherë që njerëzit të ndihen mirë, të jetojnë në ambiente të rehatshme, në ambiente të izoluara, të ngrohta, të freskëta në verë, ku do të diun se çfarë, atëherë normalisht duhet mendosh ti bësh izolimin / subatimin / në fraksion këtë fraksion atë. Tako që nëse ke prioritet që të vinë disa turistë, të bëjnë një foto atje dhe të bëjnë hashtag Tirana cool, apo do të diun se çfarë, atëherë ti është bën atë pikturën atje dhe thua mirëpafshim. Domethënë, është thjesht çështje prioriteti mendoj, është si ta ketë atë vendosjen, çka të ke parim në fillim vendi, çfarë do të bëjmë. Nëse do bëjmë këtë apo do bëjmë këtë, nëse do bëjmë atëherë diçka themelore, do të thash, një nga ato gjëra që më shqetëson për shembull absurde fare në Shqipëri është ideja e postës, e adresës. Nuk ka një adresë të saktë. Pra ka pallat. Ka hyrje, nuk ka adresë. Është absurde. Dhe është aq e thjeshtë se ne vetëm vend në gjithë rajonin që është kaq keq. Nuk do nuk është shumë në gjithë rajonin. Absolutisht jo. Në Beograd ka adresa fantastike. Është vetëm vend pra në gjithë rajonin. Po më fal, nuk dëgjova, mendova se thash në gjithë rajonin. Më fal. Në Beograd ka adresat super, në Shkup, në Ohër. Sa edhe Shkupi është qytet, në Podgoricë, në Ulqin, kudo ke adresa, ke kutirat e postës. Nuk ka ndonjë shkencë të madhe të mbësh një dhjeçë atje me kutia dhe vëzhgjes. O një emër, o një numër edhe thjesht, kush ka një postë edhe atje. Në Shqipëri akoma letrat i dhe në përshkall faturat kur të vinë. Janë akoma në përshkall ti thjesht shkon edhe 6-ëndën, është akoma në nivel bazik fare. Është absurde. Është turp, kjo është turp. Kjo gjë. Kjo një nga ujë pishëm 2 që janë tema pastaj që unë zgjem me çdo që flasim për këtë. Uji pishëm aty ka shumë herë më i vështirë. Patjetër, po duhet bërë, është gjë më bazike e njerëzve, është uji. Nuk mund të dhe para ca vitesh patën dhe paftyrsinë që të kërkojnë njerëzve të heqin depozitat nga lart. Më fal, mund ta heq depozitën në momentin që të garanton ujin. Por unë nëse s'kam ujë, unë jetoj në kat 5, në Tiranë, unë nuk do kthehem për të kova, më vjen keq. Ose ti më garanto ujin 24 orë, bëj tubin, bëj çfarë të duash, se taksa merr boll nga ata njerëz, realisht. Marrin taksën nga shqiptarët. Jo, Tirana ka dalë në plus. Patjetër. Është vetëm një qytet. Nuk është Tirana në gjithë Europën. Në Europë për restaurimin
Jo, seriozisht është vetëm qytet, më duket se në gjithë Europën që ka dalë plus. Po normalisht do dalë plus sepse vilen taksa në mënyrë brutale në Tiranë, nuk është se këtu. Gjithsesi. Por që kanë fjalën, ja vën taksë njerëzve ka uji, pikërisht. Dhe kjo është ironia e gjithçka, që ato taksa vjen te uji, që në fakt nuk është 24 orë. Është pak Okej, çmimi është i ulët, dakord, jam shumë dakord, por prit njerëz se ti e vendi me rezerva. Çmimi i ulët se ne kemi rezerva ujore, po. Pikërisht, pra, është absurde. Dhe kjo rritja e energjisë elektrike që duan bëjnë Tiranë në Shqipëri me fashat me gjëra. Por zotëri, të gjithë energjinë tënde e prodhon vetë. Në 90% të raste të shumës e prodhon vetë. Dakord, hajde do bësh një fazë caktuar, do ketë më shumë, por ti ke surplus energjie. Në një periudhë të madhe. Neto po. Neto ke surplus, po ideja është periudha kur prodhohet edhe kemi blerje, kuptoj, ke të drejtë, në bërtham ke të drejtë. Ndërtoj një strukturë, një gjë, menaxhoje këtë gjë, është përgjegjësia e shtetit, nuk është përgjegjësia e qytetarit ajo, se qytetari i tjetër nuk bën dot gjë. Sa të bëj unë dot dhe ti këtu në Gjermani, andaj ta bëj drita jon. Nuk ka rëndësi për mua nga vjen ai korrent që ndizet atje. Mua ka rëndësi që unë ta paguaj dhe ta kem. Kaq. Se si e rregullon shteti që e sjell ata atje është përgjegjësia e tyre. Unë kam detyrim ta paguaj. Por unë jam një vend tërësisht i pavarur energjetikisht në ajo. Okej, hajde benzinën edhe naftën e kuptoj se ne importojmë. Nuk prodhojmë vetë, fatkeqësisht, edhe mund të prodhonin pak të një pjesë, po është histori tjetër. Të paktën këtë energjinë elektrike nuk kanë fytyrë t'ia kërkojnë shqiptarëve ta paguajmë më shtrenjtë sepse realisht e prodhojmë të tërë vetë. Nuk ka lidhje fare lufta në Ukrainë ose në Rusi me ne për energjinë. Mund të ketë për javë kur ke thatësirë, po jo por ke ku ta diun në dimër që kem probleme me reshjet, por nuk ka atë të përditshme si këtu, ku energjia është gjëja më e importuar nga të gjitha. Prandaj përveç këtyre konkreteve, diçka ku dëgjon, diçka më filozofike, më fundamentale, më sociale, nuk e di si ta përshkruaj. Sociale akoma mentaliteti që ka mbetur shumë, edhe se kanë ndryshuar goxha në brezat e mi dhe tutje. Brezat e mi e mbrapa pak a shumë, me pak përjashtime ka mbetur akoma shumë post-komunist. Ja, shumë do mbesin, s'ka për ndryshuar, më nuk ndryshojnë të shjeta. Dhe kjo është gjë shumë, shiko, ka edhe një gjë tjetër, domethënë deri në 2010 shqiptarët janë shumë të izoluar në sens se me vizat flas në këtë aspekt. Dhe nuk është se kishin ku të kuptonin se si janë gjërat realisht në perëndim. Edhe kishin një imazh të idealizuar të perëndimit. Realisht, sa mos të këtyre në Greqi dhe në Itali një herë që po ishte romantike fare, kishin një imazh idilik të këtyre vende, sidomos Italisë, edhe Greqinë pak a shumë, jo aq keq, por Italinë e kishin në nivele stratosferike. Italinë në anglisht kishte Epsh, Eros ishte deri diku. Nuk e njihnin se vend, domethënë. Okej, ndoshta pesa e jugut të Shqipërisë kishte Greqinë, se ishin me paralelizme të tilla. Por që kishin një dashuri idiote, por një adhurim idiot ndaj Italisë. Në Itali është vend shumë i mirë, nuk themi, ne heqim kapelen për ato që ka kur e thon, se është e pandirë film, por ka dhe gjëra jashtëzakonisht negative. Më thënë të jetosh në Rom e poshtë është më keq se të jetosh në Tiranë, më thënë drejtën. Tjetër më dhën një opsion, jo Rom, se Roma është ku e ku po. Bologna e poshtë, më thuash, nuk jetoj kurrë atje. Më mirë jetoj në Tiranë, se jetoj në Bologna e poshtë, kupton? Hajde ndoshta Roma se është kryeqytet e kanë çka atë. Po të jetosh poshtë Romës? Po çan të gjitha ato Puglia, Calabria, Sicilia, nuk mund shkosh 2-3 javë për pushime, patjetër për qef po. Edhe gjithë Romagnoli i vdekur është. Dhe ne që kemi unë kam qenë disa si thon Romagnoli tash i thon Lazio, nuk si Lazio, po Lazio është në gjermanisht. Po. Ndonëse është realisht aq që e pashpresi vend, shumë më keq se Shqipëria. Shqipëria është më e vogël, është më dinamike. Nuk është dalë duke që më e madhe është më e vështirë për të ndryshuar në mënyrë pozitive. Pra domethënë ata njerëz që deri në 2010 nuk e dinin si ishte vërtet Italia ose Greqia ose edhe Gjermania, pse jo? Kur dolën e pan, nuk e di, shpresoj të kenë pasur atë shokun e parë që prit mirë po. Nuk është si na ka thënë këta se këta na gënjenin, pak a shumë na thoshin ku ta diun. Tu bëhet lek kollaj, tu isha okay, situata ekonomike natyr ka qenë e më mirë, nuk krahasohet, nuk flasim dot. Por edhe aq mrekulli nuk ka qenë. Kurse Shqipëria ka marrë vetëm, më tani ka arritur Shqipëria në një vend që siç pakun unë ndjej, nuk është pak më keq se Italia e Jugut. Po mua shumë mirë. Ajo është arguably plak. Ka shumë vende në Italinë e Jugut që janë vërtet keq, që janë thellësisht keq. Unë
E mbaj mend kam pas dal para goxha kohësh me një nga Pulja, edhe më ka treguar ca kështu. Edhe ishte hera e parë që Berati dukej superior, domethënë, me ato zonat ku ajo jetonte që s'kishin as trena, as gjëra, kështu që është ka pjesa tjetër e Italisë, domethënë që çdo gjë funksiononte me ca si tip furgonash të vegjël kështu. Edhe s'kishte asnjë gjë, ishte një lokal, një gjë, domethënë nuk ka ndonjë lloj ndryshimi shumë të madh. Unë mendoj se këtë në vlerësimin e madh që kemi ne ndaj vetes dhe mbi vlerësimin që japim tuajve, ne na ka bërë izolimin gjatë. I parë njëherë me kompleksi inferioritetit është. Pikërisht, si fillim me komunizmin që na izoloi në mënyrë absurde fare, dhe ajo na ka bërë, i ka dhënë jo neve, po të moshuarve, më shumë tjetër atë ndjen inferioritetin ndaj shqiptarëve të Kosovës, ndaj maqedoncëve, ndaj malazecëve që janë, domethënë, o më si ne ose më keq se ne në rastin më të mirë të mundshëm. Por edhe brezit më pak a shumë timid edhe diku aty, edhe ndjejnë inferioritetin ndaj italianëve dhe grekëve. Duke që brezi i ri sot, përveç nga ana dokumentare, që flas me letrat, me pasaportën, nuk kanë absolutisht asnjë gjë më pak se italianët ose grekët e brezit të tyre. Përkundrazi, janë më të avantazhuar, se gjuhën e kanë në nivele shumë të larta. Paktën anglezen. Ndërkohë që italianët edhe grekët akoma vuajnë me gjuhën angleze, edhe spanjollët një pjesë, e shohim edhe këtu kur vinë. Mezi nuk diskutohet. Domethënë, kanë anglisht në nivele shumë të dobta në krahasim me shqiptarët. Kudo që të jenë, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Domethënë, nivelet e gjuhës angleze që kemi ne janë në nivele shumë më të larta se sa. Që në fakt do të ishte e kundra, le themi drejt, ne kemi qenë të izoluar, është bërë anglishte kështu. Po kjo është ka qenë ato që thotë sa im death to revisionism, që është kapitalizëm dalliqe që ishte atëherë. Kjo ka një shpjegim shumë logjik ama, sepse ne, domethënë duke qenë se nuk kishim asnjë gjë vetë të ndërtuar, i morëm shabllon të gjitha dhe i kalkuam direkt, nuk i përkthyem ja. Dhe gjithë për shembull sistemin e celularëve shqiptarët e kanë pasur ose në italisht një pjesë ose në anglisht pjesa tjetër. Vonë është bërë në shqip celulare për shembull. E gjitha menytë, gjitha opsionet do mësoje se s'bën në anglisht ose në italisht. E njëjta gjë edhe me kompjuterin, gjithë gjuha e kompjuterave në Shqipëri është pothuajse gjithë anglisht. Nuk ne kishim njerëz që na vinë thonë bëj save dhe jo ruaje për shembull. Bëj save. Duke që në gjermanisht i ke në gjermanisht. Do nuk e mëson dot. Kësaj dite edhe telefonin e punës u bë 2 muaj që edhe telefonin e punës unë kam kthyer në anglisht sepse thjesht nuk mund. Kam kollaj. Jo, unë kam gjermanisht sepse e çmësova veten me zor, nga që kisha probleme në fillim kur shkoja për shkak që mezi regjistroi numra, as gjë deputatët që e fillimit, edhe kur shkoja ke dyqanet për shembull këtu, ata se kuptonin se ishte në anglisht. E donin ta kishin në gjermanisht. Edhe tash një herë, 2 herë dhe nuk vazhdoi më dhe i thash, "Ok, unë do ta ndroj këtë gjë, do ta bëj në gjermanisht, do të sortojmë vetë." Edhe bëra në gjermanisht. Pastaj kompjuterin mbajtur 2 vite e ca, domethënë, edhe nuk kam probleme, kuptoj thjesht më bezdis keq fare. Unë dashuroj gjermanishten për shumë gjëra, domethënë, përveç se në telefon. Në fakt mua më duket e kundërta. Mua gjermanishten në pjesën teknike adhuroj, pastaj në pjesën letrare më lodh. Është e gjerë. Tjetër, na tregon një tjetër gjë negative, si çajm çik have. Të Shqipërisë. Po, të Shqipërisë, përveç mentalitetit, përveç to që përmendëm. Tjetër gjë negative të Shqipërisë. Ndoshta këtë kompleksin që ka politika jonë të madhështisë nuk e ka. Domethënë, politika jonë mendon se është një çik më madhështore se ç'është në të vërtetë, domethënë është thjesht një politik modeste, një vendi europiano juglindor, / Ballkanas. Nuk është se ka një peshë specifike, domethënë ka vetëm peshë specifike që kemi ne si komb, me faktin që mund të hyjmë në një luftë në çdo moment me një komb tjetër. Që është ai serb. Po. Jo nuk është në një veçori kështu të çfarë, domethënë në aspektin ndërkombëtar të fjalës. Shqipëria për herë të parë në historinë e vet tani është në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Vendin e përkohshëm që ka çdo 2 vjet. Është një vend të rëndësishëm jashtë pa asnjë lloj peshe. Thjesht mund të bëj këshillime të rezolutave njëri tjetër, mund ta bësh edhe kur je në General Assembly. Nuk ka nevojë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, nuk ka nevojë. Janë honorare kështu janë. Nuk kemi asnjë peshë specifike. Jemi në NATO, këtë kemi, por në NATO është dhe Malizi, në NATO është dhe Maqedonia. E Veriut, më fal. Për shembull ne, të vetëm kartë që mund të luanim kundër Maqedonisë Veriut për njërin e shqiptarëve atje, nuk e luajtëm. Veton ndaj Maqedonisë Veriut, që luan Bullgaria, luan Greqia.
Nëse luajtën fare. Morëm gjuhën. Jo, nuk e morëm gjuhën për vetos, ne nuk vëm veto. Jemi Se realistë. morëm përpara pra, para vetës. Nuk ka lidhje fare me procesin e NATO-s, absolutisht fare. No. Gjuha u mor për faktin se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë 25 deri në 30% e popullsisë. Sipas ca regjistrimeve edhe më shumë. Sipas zgjedhjeve të fundit në fakt doli pothuajse 40 sepse ishin të vetmet në diasporë me votimin më të lartë. Dhe kjo i përqë shumë punë shtetit Maqedonas Verior sot modern. Sepse edhe një deputetë shqiptarë që ata nuk e donin. Normalisht nuk e donin, nuk e kanë dashur. Shiko, numrat reale janë gjithmonë më të mëdhenj. Pretendohet që duke llogaritur dhe ata Maqedonas Verior që janë jashtë, po akoma në shtetësinë Maqedonas Veriore, numri ose përqindja e shqiptarëve arrin deri në 47% popullsisë, që është që del pasaj me këto formulat e reja shumit në Maqedoni. Automatikisht. Po, se bullgarët janë bullgarët e turqit, edhe çka tjetër Maqedonia e Veriut. Pikërisht, po problemi me ata atje është sepse një pjesë e mirë e shqiptarëve janë të regjistruar si turq, ca bosnjak, ca grek, ca serb. Fjalën që ne nuk kemi, më thënë, ideja ishte që një herë që mund të përdorë rëndësia politike e shtetit shqiptar, që ishte vetoja në NATO, nuk u përdor. Po ky është një problem, për shembull, që ta lidhun direkt me ty ta përshkruaj është që ne jemi në diplomaci zero. Ne kemi më i dobët diplomatikisht në të gjithë rajonin, edhe automatikisht pasaj në gjithë Europën. E di pse mendoj se ndodh kjo gjë, sepse nuk kemi një shkollë të vërtet diplomacie, që të ketë qenë realisht shkollë diplomacie. Domethënë, atëherë kur strukturuar diplomacia shqiptare, që është në kohën e monizmit, se edhe përpara ka pasur, po jo në atë nivel aq të fortë në sensin diplomatik fjalës. Highlightet tona kanë qenë në rezoluta që kemi bërë për Kinën, për shembull, për të futur Kinën në Republikën Popullore të Kinës, pas të merrte vendin e Këshillit të Sigurimit që ka pasur Republika e Kinës, që është teknikisht Tajvani. Po. Kjo ka qenë highlighti më i madh i politikës së kohës atëherë që u miratua si rezolutë, domethënë, që ishte merita jonë se bëri Kina. Po, ne ishim pyk. Po, ne ishim thjesht masha që që përziu ngjil, po bravo. Lovin dhe fjalia. Ndërkohë që modernisht shteti shqiptar ka dështuar në mënyrë suksesshme me diplomacinë e vet. Edhe nuk kemi bërë në diplomaci, as për Kosovën, as për gjë. Ndërkohë që duam në shteti serb, i sotshëm ka trashëguar diplomacinë jugoslave. Diplomacia jugoslave ka qenë pol botror në kohën e vet, ka qenë shkollë dhe realisht me vetë. Na pëlqen edhe mos na pëlqen kjo gjë, është më normal, jo, s'ka fash. Fenomen, Titoja dhe shkolla e tij, vetëm Titoja, se ishte vetëm individi. Shkolla e brezia e tij, domethënë, nukleu i tij formuan polin tret botror. Frutet e së cilës ata po i vjelin edhe sot e kësaj dite, kështu që bravo i shoh. Me vende ku mund t'i blesh me një ark banane, si thon pothuajse, por ajo që ata e bëjnë, ne nuk e bëjmë. Se nuk i blejmë ne atëherë, sepse nuk i ble çdo shqiptar nëse është themi të vdekur. Kështu që mos e zgjatemi e shumë për episodin. Më shumë se ajo lën është mos interesimi i shtetit për politikat e mëdha kombëtare. Mendoj, nuk është puna sepse. Unë nuk mendoj se nuk është interesimi i tyre. Ata thjesht nuk e kanë aftësinë që ta le ta themi detektojnë atë interesin, sepse janë shumë të fokusuar në luftën mes llojit. Edhe nëse humbet atë the bigger picture, për shembull nuk e kupton dhe rëndësinë e politikave. Unë një pyetje të fundit kam, që mos e zgjatemi shumë me herën tjetër, se ne do dëgjojmë përsëri në hapësirë publike me debate pastaj se sot po kënaqemi për shefin tonë më shumë. Sipas teje, domethënë me që ti ke edhe shumë herë më shumë vite se sa unë edhe je përfshirë, domethënë në këto që më përmendë pak më përpara etj. Shqiptarët që janë në emigracion, çfarë gjëra është mira mund të bëjmë për Shqipërinë, për kombin, jo për shtetin automatikisht, por për kombin më shumë, domethënë. E para njëherë që mendoj unë do ishte që të edukojnë më shumë fëmijët e tyre me gjuhën shqipe. Sepse ne kishim raste, domethënë, të jap një shembull pak të çuditshëm në gjithë shkollën shqipe, edhe në historikun që kishte pasur, 3/4 i studentëve, i nxënësve ishin femra. Pse ishin femra? Sepse të shtunave paradite ishin lojrat e futbollit dhe stërvitjet. Dhe baballarët e 3/4 të djemve shqiptar preferonin të çonin çuna të luanin futboll, se donin që bënin futbollist,
sa të sillen atje që të mësonin gjuhën e tyre anëtare. Ishte fakt, domethënë që unë nuk e dija, më sigurisht më bën. Unë mendoj që ushqimi shpirtëror i fëmijëve është shumë i rëndësishëm, më shumë i rëndësishëm se një lojë me top. Përveç atyre që kanë realisht talent të lindur që të jenë futbollistë, atëherë ku s'besoj se janë, se mos marrë vesh shumë me futbollin, që mund t'ia fusë edhe kot tash ti. Por gjithsesi mendoj si në çdo gjë tjetër në jetë, vetëm një pjesë shumë e vogël prej nesh ka talent të lindur në diçka. Nëse LeBron atë ja del me të vërtet. Pjesa tjetër pastaj janë thjesht ose wannabes, ose ata që përdorin edhe kanë një hobi, ose udhën se çfarë. Gjithsesi, ti kultivojnë shqiptarizëm e fëmijëve. Kjo është akti më i madh i kontrisë që mund të bëjnë. Se ta fëmijë nëse nuk do ndihen shqiptar nesër, na vdes brezi i dytë, brezi i ardhshëm. Pra nëse ti fëmijës nuk e mëson që ti je shqiptar dhe çfarë të mira është kjo, në mënyrë realiste, jo me mite të tipit ku do dion, me mite absurde. Nëse ti je shëndetshëm, ja mëson fëmijës tënd identitetin e tij dhe thua, "Ok, ti je shqiptar sepse unë, baba jot, unë nëna jote jemi shqiptar dhe ne kemi këtë pjesë kulture, këtë të mirë, kemi këto të këqija, por ne jemi kështu siç jemi dhe ne jemi shqiptar." Kjo ka rëndësi. Kjo është kontributi më i madh që mund të bëhet komë shqiptar një herë, që brezi i ardhshëm, që ai fëmia nesër pas nesër që do jetë gjerman, se lindur e rritur këtu, ai do jetë realisht gjerman, në identiteti i tij parsor nuk është shqiptar, jemi realist, është gjerman, po thellë e ka të dashurinë, e ka të lidhjen me Shqipërinë. Dhe nëse për shembull nesër bëhet presidenti i Gjermanisë, se edhe mund të bëhet, nëse bëhet kancelari i Gjermanisë, edhe mund të bëhet, të paktën të ketë atë bindung, atë lidhjen, atë ndjesinë, atë dashamirësinë ndaj Shqipërisë. Dhe jo ta shohin neutralisht ose më keq që ta shohin negativisht. Se mund të shohin për shkak nëse do ishte ku ta diun, me origjinë serbe dhe prindërit e tij do mësonin serbizmin me të drejtën e tyre të plotë, mund të mësojnë edhe shqiptarizëm fëmijëve tanë. Prandaj kjo është kontributi më i madh. Kontributi i dytë që do doja unë është të grupohemi me njëri tjetrin. Ne jemi shumë në Gjermani, ne jemi jashtëzakonisht shumë. Por nuk jemi aq shumë sa për mos u bashkuar, në sensin, nuk po them thjesht të bashkohemi se jemi shqiptar, është absurde. Por çdo njeri nga ne ka interesa të mirëfillta. Për shembull, nisma që jemi edhe bashkë pjesë e Illyria Brains është një gjë shumë interesante që bëhet. Realisht sepse njerëz bashkohen bashkë, ne shkëmbejnë diçka me njëri tjetrin, dikush në një fushë, dikush në një fushë tjetër. Çfarë ka? Nuk është se do bëjmë ne, domethënë, s'do ngrejmë kullën e Eiffel prapë. As këtu as në Tiranë as gjithë, është bërë ajo. Ne të bëjmë çfarë mundemi, ata më aq sa kemi mundësi. Qoftë për njëri tjetrin këtu, por qoftë edhe për ata që janë në Shqipëri. Pse mos të kemi mundësi të japim dhe atyre mundësi? Pse të marrim një firmë IT rumune ose bullgare ose këtë dion, nëse ka nevojë firma jon për një firmë IT, pse mos e marrim nga Tirana? S'ka asnjë pengesë sot më sot. Nuk ka asnjë pengesë për ne të bëjmë këtë gjë reale. Pse mos i japim një shans atyre? Pse mos për shembull, nëse është një projekt zhvillimi diku dhe ne punojmë në një organizat këtu, pse mos e orientojmë nga Shqipëria ose nga Kosova, nga Maqedonia, çon se ka, nga vendet tona, pse mos e orientojmë ke vendi jon? Pse nëse ti dëgjon punon në një kutadion në Ministrinë e Kulturës këtu ose në një institucion kulturor dhe dëgjon për një projekt me qëllim rinovimin e ndërtesave historike, pse mos i drejtosh në Berati? Pse ti lësh të shkojnë në Stara Zagora që do ishte ose Veliko Tërnova në mos gaboj në Bullgari? Ose në Ohër, nëse do, në më paralel. Pse ti thosh Torop, pse mos e orientosh ti deri Berati, kupton? Nëse është mundësia gjithmonë, pa. Prandaj këtë e vogla që mund t'i japësh. Pse mos japësh një shans dikujt ose diçkaje që është e jotja? Nuk po them ti bëjmë keq, nuk po them të mblidhemi të shkojmë të luftojmë me Serbinë ose ku do të më çfarë. Ato nuk i bëjmë dot ne. Është absolutisht që nuk i bëjmë dot. Ne bëjmë luftën tonë të vogël të përditshme me ata që mundemi. Ne bëjmë kontributën tonë të vogël të përditshme me ata që mundemi. Edhe prapë këtu për të kthyer asaj fjesës që nëse nuk bëjmë dot mirë, pak mos bëni keq njerëz. Mos kontriboni që imazhi i vendit tonë dhe vendeve tona të jetë negativ. Kaq, nëse s'bëni dot që të jetë pozitiv. Dhe ky është mendimi im për këtë gjë. Nuk e di kush ka mundësi të kontribuojë edhe me para ose me gjëra. Bravo qoftë, bravo. Jo, më mirë, nuk e di, më fjalë më të bukura, domethënë për ato edhe nuk e bëj ato vetë, domethënë. Mendoj që Mirë, shiko, në thellë këto që ti përmend ose një pjesë të mirë të cilat ti përmendën ne i dim, domethënë thjesht kemi mangësinë ti shprehim ose ti përmbledhim dhe që ti ripërdorim, domethënë. Nuk po flas me teorira, kupton se po flas me teorira mund të thosh tani që ku ta diun të përshpërndajmë frymën e shqiptarizmës,
që të kuda të... Jo, gjëra konkrete, gjëra të bëshme, të prekshme. Jo, unë kam jetuar në këtë pjesë këtu dhe kam parë ke fëmijët zjarrin dashurinë, vullnetin për të mësuar shqip, për të ardhur një të shtunë që janë pushim, në fillim të detyruar nga prindit e tyre që sillnin atje në atë shkollë shqipe, i zgjonin herët në mëngjes, çdo ditë javë, ata mezi prisin të flisnin pak më shumë atë ditë, shkretët. Po. Ngrinin e sillnin atje, dhe ata në fillim vinin që kështu pasaj vetë nga mesi e tutje, kur filluan të shijojnë atë pjesë, filluan të vinin vetë nga feedbacku që na jepnin prindrit, thoshin që okay, mezi presin të vijë shtuna, se duan të vinë këtu dhe ndjen jo vetëm shkëmbenin me njëri tjetrin, flisnin me nesë mësues. Pra ishte një nismë edhe për ata aq e mirë dhe aq e lëvizshme, aq e ndjeshme, aq e prekshme, sa që e shijojnë faktin e të mësuarit shqipe, e shijojnë faktin e qenë shqiptar. Nuk është thjesht një diçka që okay, ka qenë mami, ka qenë babi, ka qenë gjyshe nga Prizreni, ka qenë gjyshe nga Elbasani edhe okay, ne themi se jemi shqiptar sot, edhe pse s'ka pikën e lidhjes me Shqipërinë. Si individ. Pra ky është ndryshimi i madh që nëse ne ja mbjellim atë farën e dashurisë ndaj Shqipërisë edhe ndaj shqiptarizmit, edhe ndaj Kosovës, ndaj Maqedonisë Veriut, Tetovës, Ulqinit, nga ato që të vinë fëmijët tanë, çon se ka, nëse ja ushqen atë dashurinë për vendin e tyre, qoftë edhe pak në mënyrë idilike, se nuk i bën dëm, thjesht jo në mënyrë ekstreme, kjo ka rëndësi, por pak idilike le ta kenë, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Atëherë çdo gjë do jetë shumë më mirë për të ardhmen e vendit tonë, në vendeve tona, më saktë. Mundoj. Tene, miqtë dashur e dëgjuat, po nuk e keni dëgjuar, bëjni repeat prap, çojeni mbrapa, dëgjoni derisa t'ju ngelet të vesh. Për gjithë juve që shikoni nga YouTube, dihet se ky episod ka dalë shumë kohë përpara në Spotify subscribers dhe Patreon, që ju mund të jeni pjesë me shumë modeste. Pasi tani do fillojmë ideja është, domethënë se ne e cekëm pak këtë grupi të pjesën. Ideja është që unë dua të krijoj një farë lloj bazamenti, edhe që ato donacione, le të themi, ose ato pledges ti dyfishoj dhe ti hedh përsëri për marketing, sepse kam në plan të punësoj dikë që merret vetëm me pjesën e marketingut, shorts, teaser, trailer, e ke parasysh këto gjëra të tjera. Është shumë e mirë, vetëm për atë punë, por sepse ti realisht e bën në mënyrë të duhur dhe bën tamam siç duhet. Atëherë mund të kesh edhe për investime për gjëra të tjera. Po eins nach dem anderen. Të bëjmë mirë këto, pastaj nëse kjo shndërrohet diçka tjetër më vonë, shiko. Edhe të keqes i hape dera, jo më të mirës që nuk diskutohet fare. Avash çdo gjë gur bëhet kalaja, një hap pas tjetrit, rëndësi ka që të jetë mirë dhe mbështetjen e shoqërisë e ketë paktën. Ti do ta them. Po normalisht, jam shumë falendërues, unë nuk diskutohet fare ajo pjesë. Ajo është domethënë është e vështirë, ja. E shikon, është e vështirë për të thënë për mua në fjalë, sepse është një nga shtycat më të mëdha. Shpazamenti, është aty ku lindin ide, aty ku lindin debate, aty ku vijnë ato njohuritë e para përballët me dukuritë e reja, domethënë aty është gjeneza. Unë kam thënë dhe them, domethënë podcasti është kontributi jot blan në pjesën e shqiptarizmit që i shtyn pak njerëz në debat për këtë gjë, dhe kjo është gjë shumë e shëndetshme. Paktën për kulturën tonë është e zakonshme që duhet të kemi. Të mësojmë edhe ta kundërshtojmë tjetrin, ta dëgjojmë kur na kundërshton, ta pranojmë kundërshtimin, ta pranojmë dhe kritikën, të them edhe faleminderit edhe thjesht vazhdojmë jetën tonë. Ndoshta për mirë është nga vend bat në vesh. Fjala jote në vesh të Perëndis, po. Është edhe jo, mund ta vetë injorojmë. Po. Si ka qenë të konfliktohemi. Po. Të tjerat. Ja. Mik i dashur, unë të falenderoj përzemërsisht. Edhe ne edhe do shifemi, edhe do e dëgjojmë në episode të tjera dhe në formate të tjera. Faleminderit. Ciao. Ciao. Që i bërë pjesë e shkollës shqipe, dhe një problemi i madh është këtu që ju nuk e kuptoni se sa rëndësishme është mësoni shqip sot. Më në ju duket si diçka e mërzitshme, që bëni një shtunë në mëngjes, ku mund të ishte diku tjetër, ku mund të ishte në plazh ose duke luajtur, ndërkohë që jeni në një klasë duke mësuar një gjuhë që praktikisht nuk është se duhet në jetën tuaj e përditshme. Kjo është fakt, është e rëndësishme. Por mas ja 10 vjetësh kur filloni të ndjeni lezetin e gjuhës shqipe, kur të shkoni bashkë në vendet e flitet shqipe dhe ta përdorni atë aktivisht, do ndjeni shumë krenar, shumë të lumtur që keni bërë këtë kurs gjuhës shqipe, që keni mësuar shqip. Për faktin e vetëm, sepse do jetë një gjë plus që do e keni në jetën tuaj gjithmonë. Është një gjë që nuk harrohet, është një gjë që e keni shumë të lidhur me veten tuaj, ashtu me identitetin, me ndjenjen, dhe është një gjë shumë e fortë që do ju shoqërojë gjithmonë në jetën tuaj.
Prandaj edhe pse sot mund duket pak e çuditshme, pak e mërzitshme ndoshta, në një ditë të ardhshme, realisht do ndjeni shumë të lumtur që sot jeni këtu dhe që keni marrë pjesë në këtë kursus. Atëherë faleminderit edhe një herë, ne pritemi që ne diskutuar neve, për organizatorët këtu. Edhe unë të rasem marrë nga një, edhe një nga një, që se cili nga jo të vitë marrë këtë katën e vetë për katën. Ka se të vazhdojmë që se lirë, anë në kisë e vetë për të shenë këtu. Okej? Bukur. Atëherë, Alba,